Përshëndetje, shenjë dashit dhe muaj të mbar ju uroj, sido që t'jetë, muaj të mbar apo jo. Java është tjetër gjë. Parashikimet e muajit i keni në YouTube Zodiac Oracle, si gjithmonë si bëhet fjalë. Këtu takohemi si çdo herë për të parë se çfarë java ka rezervuar, sido që t'jetë në mënyrë më analitike, të ndarë në 10 ditë, të detajuara gjërat që keni mësuar tashmë nga Zodiac Oracle, i gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Dhe në qoftë se keni dhe dëshirë të rezervoni takimin tuaj, atëherë na shkruani në WhatsApp 069 640 2290. Aty na gjeni dhe aty merrni vesh se çfarë ofrojmë dhe si e ofrojmë, edhe shumë gjëra të tjera. Atëherë nisim direkt me këtë javë dhe të shohim se çfarë ka rezervuar dita e. Okej, për sa i përket ditës së nesërme, është shumë e qartë që ka momenti të vazhdoni përpara. Të vazhdoni përpara me çfarë? Me çfarëdo gjëje është e mbyllur, me çfarëdo gjëje nuk mund të funksionojë më, mund të jetë një person të cilin duhet ta lini pas dhe të vazhdoni përpara, pasi kuptoni se nuk sjell asnjë gjë më kjo lidhje me të. Mund të jenë zakone, mund të jenë tendenca, mund të jetë çfarëdo gjë që u lë në vend numëro, ose për sa i përket ambientit të punës, mund të jeni duke kuptuar se kot po prisni për diçka që nuk do realizohet, ka ardhur momenti të shikoni për diçka të re. Pra, në vija të përgjithshme, dita e hënë është dita ku ndani mendjen në lidhje me çfarë nuk realizohet më dhe vazhdoni përpara. Domethënë është një ditë e tillë dita e hënë me pak fjalë. Nuk u mbisni më kohë, thjesht kuptoni se duhet vazhdoni përpara. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është ajo dita që thellë brenda vetes tuaj, ose është ditë retrospeksioni, të thuash, përsëri jemi në një moment psikologjik shumë të rëndësishëm për ju, ku bëni analizën tuaj të thellë të asaj çka ishte, asaj çfarë është dhe asaj çfarë duhet të jetë. Tani për sa i përket ditës së martë, mund të diskutoni shumë mirë për shembull për çështje ekonomiko-financiare, ose mund të jeni në një proces mendimi të thellë në lidhje me financat tuaja, çfarë do bëni prej këtij në vazhdim, si mund të shtoni të ardhurat tuaja, ku duhet apo nuk duhet të investoni. Është ama edhe një ditë fitimi për ju që jeni në tregti, mund t'ju ecin shumë mirë gjërat, ose thjesht bashkëpunime të rëndësishme lini gjatë kësaj faze dhe ju ndihmojnë të forcoheni ekonomiko-financiarisht. Për të gjithë ju që do ta lidh përsëri me ditën e hënë, për të gjithë ju që u munduat në jetën tuaj të sillet një ndryshim, vuajtët, u sakrifikuat dhe kuptoni tani se nuk kishte jo rëndësi, po nuk ja blente ajo sakrifica juaj, atëherë tani kuptoni se ka në moment të bëni kthesën e madhe, dhe çfarë ishte që nuk u realizua ta lini pas, sikur se thashë, pastaj të vazhdoni përpara me çfarëdo gjë duhet të vazhdoj përpara. Ama që dini me një eksperiencë të madhe që jeni rritur dhe jeni maturuar mjaftueshëm, edhe kjo gjë duhet thënë. Por në plan praktik le të themi që dita e martë favorizon financat. Okej, këtë keni parasysh. Tani për sa i përket dhe në përgjithësi ndryshimi po vjen në jetën tuaj, thjesht ju po e nuhasni, po se keni kuptuar tamam. Flasim për një ndryshim shumë të madh. Shkoni në YouTube Zodiac Oracle, do kuptoni tamam se për çfarë kanë fjalën në mënyrë më të detajuar. Tani për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e përmbushjes së një dëshire që vjen, ose sepse dikush ju vjen në ndihmë, dhe ka shumë gjasa tjetë kështu, dikush ju vjen në ndihmë dhe ju ndihmon, ju suporton që ju të realizoni një ëndrrën tuaj, ose thjesht erdhi momenti që diçka që e keni dashur shumë, ta shikoni të realizuar, ose thjesht të ndjeni të plotësuar. Me çfarë? Çfarëdo gjë qoftë që ka secili në jetën e vet, çfarëdo gjë keni pritur, çfarëdo gjë keni pas dëshirë, pra një dëshirë le të themi kthehet në realitet ditën e mërkur, dhe kjo gjë është shumë e bukur. Dhe është çështje fati, jo, domethënë thjesht fati e mundëson këtë gjë, le të themi. Tani përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku mundoni ju lutem shumë të evitoni konfliktet, mundoni të mos përfshiheni në debate të kota, keni apo s'keni të drejtë, bëni një, si të thuash, si themi, një syqore, një vesh shurt, sepse është një moment ku edhe sikur të drejtë të kesh, komunikimi nuk favorizon, ose të thuash as dialogu nuk favorizon, lëre më pastaj komunikimi. Dhe ka shumë gjasa që çfarëdo gjë niset me një tendencë për mirë mund të dali për keq, kështu që nuk është momenti për të kërkuar të drejtën tuaj, nuk është momenti për shembull të kërkoj një ritje rroge, as bet fjalë, ndryshim pozicioni, as mos e vini në diskutim, apo për një çështje ligjore, gjyqësore, të shkoni nga pas tani, thjesht në përgjithësi për të kërkuar të drejtën tuaj, nuk është ky moment i favorshëm.
Mos u fusni gjërave të rëndësishme ditën e njëjtë, sepse nuk do dali ashtu sikurse ju e kërkonit dhe mund të dilni dhe nga vetja thoni si unë nisa për mirë dhe si më doli kështu për keq, si e humba edhe unë do thoni pastaj. Lëre, mos e nga fare atë muhabet, ditën e njëjtë mundoni të qëndroni larg konflikteve apo çfarëdo gjë ju çon në konflikt apo në debat. Edhe kujdes edhe ju, sepse edhe ju ndonjëherë arroganca juaj është e çuditshme, ose nxitimi juaj çon në rezultate të cilat ajde më pastaj ti korrigjosh. Kujdes pra me ditën e njëjtë. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita ku dilni, takoni njerëz, jeni të çiltër, shihoni veten tuaj, jetën tuaj. Kam vetëm përshtypjen se ka vetëm një gjë këtu që është çik për t'u evituar. Mundoni të mos jeni shumë të sinqert me të tjerët. Mundoni të mos tregoni çdo anë të karakterit tuaj, jo shumë të çiltër. Do me thënë, shijoni ambientin ku do të ndodheni, mund të flisni të vërtetën tuaj, por jo për veten tuaj, pra mos jepni informacion për veten tuaj, dhe kujdes, sepse sado mirë të kaloni, sado të niseni thjesht për t'u argëtuar, do të ketë individ në ambientet ku do të ndodheni, ku do të duan të përfitojnë për shumë nga ju. Mund të shikojnë si naiv persona. Ju mas jeni të çiltër, jeni të pastër, do tregojeni të paktën të tillë, por të tjerë do mundohen ta shfrytëzojnë këtë gjë. Kështu që nëse do të jeni duke diskutuar, themi tani, për një çështje pune, ditën e premte, dikush të dalet çik tani si kur ta përdorun këtë si dua unë, t'i ofroj diçka, por ti përmbushi kërkesat që do ky individ, por në fund të fitoj unë. E kuptoni se çfarë do thotë? Ose në një njohje të re për shembull, dikush mund thotë, mos i let ky, e let kjo, e kam në xhep. Kujdes me këtë pjesë. Përsa i përket shëndetit, edhe këtu do të bëni kujdes, sepse më duket se keni lënë shumë çik sipas dore veten tuaj. Kujdes sidomos me sëmundje seksualisht të transmetueshme, kam thënë përsëri shumë herë kjo letër e ka atë lloj natyre, ose çfarëdo lloj gjë që ka të bëjë me organet gjinitale të secilit prej jush. Kujdes domethënë me këtë pjesë, dhe përsa i përket financave, nuk japim hua, nuk marrim hua, po sidomos nuk japim, okay? Sepse të tjerët na marrin si të mirëqen pastaj edhe hajde më të përfitojmë, apo ti marrin pas ato që na marrin. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku dy letra keni këtu. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju detyron ta ktheni vëmendjen nga vetja juaj, pikë së pari, duke kuptuar se çfarë është më mira për ju. Dhe në djallet shkojnë gjithë të tjerët, sepse kështu ka për të qenë vërtet. Pra, jeni të qartë në ato çka po shikoni, çfarë ndjeni, çfarë po ndodh rreth jush, kush vlen, kush nuk vlen, pra kështu siç nis java, kështu do përfundoj. Por të paktën nëse java nis me dyshime, është kështu siç e mendoj unë apo më duket mua, do të thënë fundjava ju tregon qartë që keni të drejtë. Ashtu ishte, do të thënë duhet të fokusojeni tek vetja juaj dhe të kujdeseni pak më shumë për veten. Kështu që kalojeni, shfrytëzojeni ditën e shtunë për të kaluar bukur dhe me që kjo doli vet, edhe dita e diel, çfarë tregon që çfarëdo gjë ju çon në debate përsëri. Dhe sidomos në çift apo në një marrëveshje, nuk e di, një partnership, që nuk ecën, mundoni ta evitoni. Po nëse nuk evitohet, atëherë kuptoni se ka ardhur fundi, edhe ky konflikt pikërisht të gjë bën. Jep fund. Një marrëdhënie, çfarëdo marrëdhënie qoftë ajo. Përshëndetje Shenjë dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, si çdo javë tashmë na është bërë zakon, apo jo, shumë zakon i bukur realisht. T'ju uroj një javë të mbar, përveç se një muaj të mbar që ka nisur tashmë. Përsa i përket muajit, sigurisht parashikimet i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, postimi është bërë tashmë, i keni të ndara, secili shikon 10 ditëshin e vet, por nuk harrojmë të shikojmë, të dëgjojmë dhe ascendentin. Këtë gjë nuk e harrojmë, për të gjithë ju të paktën që e dini se ku e keni ascendentin. Dhe nëse keni dhe dëshirë të na kontaktoni në privat, atëherë përdorni numri WhatsApp që do ju jap tani, 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj pra në privat. Atëherë fillojmë dhe vazhdojmë saktë me ditën e hënë. Dita e hënë nuk e di pse do ju lidhi shumë puna këtu me shenjat e ajrit. Çfarëdo gjë qoftë kjo, mund të jetë një person me cilin do të bashkëpunoni, mund të jetë një person i cili ju jep një këshill, mund të jetë një person i cili e keni në jetën tuaj, por që janë gjëra çiksi të paqarta, nuk e dim se ku jemi realisht, çfarë duam të bëjmë. Jemi në një fazë, sa thua, tranzitore me këta individ. A në qoftë se ky është ascendenti juaj, pastaj atëherë jeni ju të paqartë, jeni ju të pasigurt se çfarë po bëni me jetën tuaj, apo se çfarë vendimesh duhet të merrni, sepse çështja është e gjitha tek vendimet. Duke qenë se sot data 4,
Po, nesër data 5, do me thënë nisi me datën 5, ku ky Plutoni në fakt kthehet në ujor, atëherë kuptoni shumë qartë që është ajo që po ju them, rishqyrtoni situata të cilat erdhën si erdhën në një farë mënyre, sidomos vetë 3 ditëve të para të lidhurit shenjës së Demit, po do shikoni më të qarta këto në YouTube Zodiac Oracle, prandaj po ju them shkoni, dëgjoni shenjën tuaj që arsojeni më mirë aty, sido që të jetë dita e hënë është një ditë ku duhet të merrni vendime të rëndësishme, duhet ta ndani mendjen, por akoma nuk keni të qartë. Pse? Sepse dyshimi është brenda jush. Dhe po ka shumë mundësi të lidhi puna me shenja të tilla ose ascendenti juaj të jetë i tillë, ose të jesh fakti që lëvizjet planetare e kemi një më të rëndësishme për ju në shenjën e ujorit, Plutonit, atëherë përsëri në të njëjtën situatë jemi. Duhet të marrim vendime të rëndësishme. Rikthehen situata për të cilat duhet të vendosim tani përfundimisht. Se çfarë do bëj, sidomos në lidhje me karrierën tuaj, sidomos në lidhje me imazhin tuaj publik, sidomos me si dua unë të lartësohem në sy të tjerëve, cila dua të jenë arritjet e mia, ku dua ta kem suksesin tim, çfarë duhet të ndryshoj në jetën time që ta kem këtë sukses. Dhe këtu sigurisht ka lidhje dhe martesa, por edhe nëse jeni fëmijë që ende jetoni me prindrit tuaj, atëherë është edhe momenti ku doni të shkëputeni nga tutela e prindit në thonjza, sepse por që ka momenti të shikoni pavarësinë tuaj pra me pak fjalë. Ose nëse është një pror, një vend pune ky i tillë shumë trysnues për ju, atëherë ndoshta ka momenti të shikoni se ku mund të lëvizni më tej. Çfarë mund të sillni si ndryshim pra në jetën tuaj. Okej, shumë bukur dita e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë, çfarë do lloj gjë që ju thuhet, ju premtohet, apo e thoni, e premtoni ju, ditën e martë është e vërtetë do zgjasi për jetë. Do me thënë, dita e martë çfarë favorizon? Çfarë do lloj gjë ka të bëjë me kontrata? Në shkrim me kontrata të rëndësishme, madje edhe me natyrë ligjore, por edhe me natyrë, ndoshta edhe ligjore dhe ekonomiko-financiare në një. Nëse ju bëhet një ofertë pune, ose nëse ju premtohet diçka në lidhje me një vend pune, ose me një çfarë do lloj premtimi qoftë, pozicioni, pozite, ku diu se çfarë, ditën e martë është e vërtet, nuk keni pse të keni frikë, domethënë duket se këto fjalë janë të sinqerta, personi që ua bën këtë lloj oferte, propozimi, është i sinqert me ju, dhe është një ditë shumë e favorshme nëse doni të merrni vendime për të ardhmen e një marrëdhënie që keni në çift, për një bashkëjetesë, ndoshta për një fejesë, është ky momenti i duhur për ta bërë këtë gjë. Pra, angazhohemi ditën e martë, është një angazhim i cili do zgjasi dhe do jetë dhe fitim prurës, por edhe shumë i suksesshëm. Çfarë do lloj gjë qoftë ky angazhim. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë nuk e di pse ju nxjerr atë ndjesinë e fajit. Shikoj se ma bëni dhe më thoni shumë herë që si ka mundsi një ditë kështu, një ditë ashtu. Kapim thjesht energji dhe lexojmë energjinë e secilit ose atë për çka secili ka nevojë. Tani këtu jeni më tepër ju të 80 diçit të parë deri diku, dhe ju të 10 diçit të parë kujdes. Pse? Sepse edhe të fillimit të 10 diçit të dytë, sepse duket sikur jeni në një tendencë ose keni një tendencë për të gabuar ose keni gabuar, nuk e di. Në këto ditët që po lëm pas, më thoni jemi në ditën e mërkurë tani. Para se të vemi ditën e mërkurë, edhe mund të keni bërë ndonjë gabim të vogël, sepse shiko, tundimi do të jetë, me thënë të drejtën, deri në datën 15, kështu që bëni kujdes se cilët persona lejoni të vinë jetën tuaj. Kujdes nga ndonjë rikthim nga e kaluara dhe i bëri gjatë lëmsh nëse jeni në një marrëdhënie tjetër, kështu që po, ndjesia e fajit është shumë e theksuar ditën e mërkurë dhe po sabotoni veten tuaj. Pra duket që diçka e keni bërë ose keni tendencën ta bëni gabim, kështu që bëni kujdes me ditën e mërkurë. Për sa i përket pastaj, ose mase ka të bëjë me një person që kthehet nga e kaluara, apo mase ka të bëjë me jam në një pozicion pune un tani, më bëhet një ofertë tjetër, si t'ja them unë këtij tani që unë do iki. Do vetë të shikoj atë mundësinë tjetër. E kupton, është edhe kjo. Edhe kjo mund të jetë. Për sa i e hani, domethënë me veten tuaj e kaloni gjithë gjë edhe ndjeni keq. Me kujdes, me qetësi. Atëherë për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku bëni, shiko, sigurisht që doni s'doni ju edhe duhet të merrni vendime apo jo, por kujdes këto vendime të mos jenë të nxituara. Domethënë mund të jeni tepër të entuziazmuar për të ndryshuar diçka në jetën tuaj, mund të keni shumë nevojë për ndryshimin në jetën tuaj dhe po ju jeni ndër ato shenja që keni vuajtur goxha, por kujdes këtë gjë mos ta bëni në mënyrë të nxituar,
nuk e di, të nxituar dhe të pa menduar mirë. Sepse mund t'ju dali pastaj me pasoja jo fort të mira. Sigurisht energjia juaj është në maksimum, sigurisht që jeni persona të cilët jo shni individ të tjerë dhe mund të përfitoni nga kjo gjë, por nëse e përdoni me tru në kokë, në rregull, sigurisht që gjatë kësaj dite mund të arrihen qëllime dhe objektiva, as që bëhet fjalë, ju tash armi juaj është në maksimum, mund ta përdorni në favorin tuaj, por që nga ana tjetër edhe mund të kaloni shumë kollaj në anën tjetër dhe aty të gaboni. Kështu që me kujdes, okay? Do të thënë mjafton të evitoni atë nxitimin, çdo gjë tjetër pastaj është e mundshme. Pra, po favorizon dita, le të themi, e enjte për të arritur qëllimet tuaja, mjafton të mos kudo, në çdo fushë jetës tuaj të arrini qëllimet tuaja, mjafton të mos jeni të nxituar. Kjo është edhe impulsiv. Kjo është e gjitha. Tani, për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e familjes, është dita e shkëlqimit tuaj, po shkëlqeni pra, sidomos në masa, sidomos në jetën tuaj private, po dhe atë profesionale, pra duket që pret një sukses shumë i madh, i cili madje do të zgjasë shumë gjatë në kohë. Por është edhe dita ku mund të merrni vesh se bëhemi prindër ose vjen fëmia në jetën tonë. O pa të shikojmë se ndryshojnë gjërat, lumturi e madhe, si të thua, është dita e premte për ju, për çfarë do gjë ka të bëjë me realizimin ose përmbushjen tuaj si individ në cilën do fush apo fazë që të ndodheni të jetës tuaj. Kjo ishte premtja, përsa i përket të shtunës, po, sigurisht ja ku jemi në ndikimin e afërditës tuaj të dashur, ku krah hapur ose duar hapur, ju sjell çfarëdo gjë është e bukur dhe stabilizuese në lidhje me financat, por edhe me dashurinë. Kështu që ditën e shtunë nis që ditën e premte me të drejtën, por mund të finalizohet ditën e shtunë, të keni ndarë mendje në lidhje me një marrëdhënie që keni, që e quani të rëndësishme dhe doni ta çoni hapa më tej, por edhe në lidhje me financat, nëse doni të merrni vendime të rëndësishme në lidhje me investim ose me si do i përmirësoni ato e me radhë. Dhe përsa i përket ditës së diel, jeni të plot me veten tuaj, të plotësuar, e dini se kush jeni, çfarë bleni, dhe pikërisht sepse tani jeni koshent për atë çka realisht përcjellni si vlera, do të kërkoni atë që është edhe më mira për ju, pa bërë kompromise më. Këtë premtim ja jepni vetes ditën e diel dhe besomuni do ju dali shumë mirë, sepse është afatgjat. Përshëndetje shenjë binjakëve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, që uroj një javë sa më të mbar. Por duke qenë se jemi edhe në një muaj të ri, muaj të bukur të ri do thosha, maj, aty nga fundi kemi dhe ditëlindjen tuaj, po është një muaj i bukur, sidoqë të jetë që uroj të jetë një muaj vërtet i bukur. Për më shumë sigurisht dhe për më shumë detaje mund të më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet për shenjën tuaj të nda në 10 ditë, secili ka 10 ditëshin e vet, shkon dhe informohet aty për datat specifike të rëndësishme dhe ato që duhen evituar. Dhe nëse dëshira ju lind për të na kontaktuar, atëherë na kontaktoni numri WhatsApp 069 640 2290. Aty rezervoni takimin tuaj pastaj. Kështu që unë nis direkt tani me ditën e hënë, e cila për ju sjell çik dyshime, ta them kështu, me veten tuaj dhe në lidhje me të tjerët. Do me thënë se thua jam në një pak a shumë trekëndësh dashurie. Një person e kam, ndje mirë, është i ri në jetën time, vjen dhe dikush tjetër nga e kaluara, bëhemi lënsh. Okej, do me thënë këtu bëni kujdes me gjëra të tilla. Sidomos për sa i përket marrëdhënieve tuaja, e kemi fjalën këtu, akoma nuk e keni ndarë mendjen se ku do pozicionoheni, me kë person do të zgjidhni të jeni. Mundoni të zgjidhni duke marrë parasysh atë çka është më mira për ju, atë që është më stabilizuese. Mos harroni e kaluara, gjithmonë e kaluar ka një arsye pse një individ i caktuar ka dalë nga jeta juaj dhe ka gjithmonë një arsye pse dikush tjetër po vjen dhe është i ri. Kështu që çfarë do them, vendime të rëndësishme keni për të marrë ditën e hënë në lidhje me kush do qëndrojë në jetën tuaj. Dhe kjo, mbase nuk ka lidhje me sezon, me dashurinë, por mund të ketë lidhje edhe me një bashkëpunim të rëndësishëm. Kështu që ndajeni mendjen, doni s'doni në këtë proces jeni ditën e hënë. Përsa i përket ditës së martë, është një ditë shumë e bukur fati, është një ditë që rastësia ju hap dyer ose ju hap mundësi të cilat nuk besoj se i kishit pritur, imagjinuar apo ndëruar, me të drejtën. Është diçka e befasishme, totalisht e paparashikueshme, ose paparashikuar totalisht e jashtë
parashikimeve tuaja, por që nëse këtë moment e bëni tuajin, nuk do zgjasi shumë, mund të jetë vetëm dita e martë e tillë. Nëse ama këtë mundësinë e kësaj ditës së martë, mund të jesh një fjalë, mund të jesh një propozim, mund të jesh një ide, ju e shfrytëzoni, atëherë mund të ndryshoni komplet jetën tuaj dhe e kam seriozisht. Mund të ndryshoni komplet jetën tuaj. Kaq e rëndësishme është dita e martë për nga befasit e bukura dhe fatin e bukur që sjell në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së mërkur, këtu edhe më bukur akoma, kujtojeni se kush jeni. Do me thënë se dalësh nga një gjumë i thellë, letargjik, sidomos juve të 10 ditëve të fundit me atë Neptunin që ju çmendi nga shenja e peshëve. Keni tani mundësinë të zgjoheni nga ëndra, të kujtojeni edhe një herë se kush jeni, cili është potenciali juaj, çfarë mundësish keni dhe si mund të realizoheni. Do me thënë, është tamam ashtu si kurse po a them, është si të dalësh nga një gjumë paralizues dhe të kuptosh dhe të kthehesh përsëri në origjinë, të thosh, wow, sa kohë kam humbur, sa kohë kam fjetur. E kupton? Pra, zgjoheni për të kujtuar dhe një herë se kush jeni, çfarë potenciali keni dhe kërkoni të realizoheni dhe ja dilni. Por rëndësi ka të paktën që kthjelloheni më në fund, hapen syt dhe krijoni kontaktin me realitetin. Do ju ndihmoj shumë kjo dita e mërkur për të qartësuar mendimet tuaja, për të kuptuar sikurse thash edhe një herë ose për ta pranuar edhe një herë potencialin që keni dhe mundësitë që keni dhe duke përdorur gjitha këto si manual orientimi, atëherë e vetmja që mund t'ju presi është suksesi. Nëse doni të më dëgjoni, këto po ju them. Dhe inshallah vërtet jetë kështu. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është një ditë e cila më tepër për sa i përket çfarë them tani, dashurisë, por edhe bashkëpunimeve, por edhe marrëdhënieve brenda familjes, le të themi, këtu komunikimi nuk është më i miri i mundshëm, ka gjëra të cilat janë jo tamam funksionale, ka gjëra të cilat ju shqetësojnë, nuk ka balans, nuk ka ekuilibër, nuk ka harmoni në familjen tuaj, në marrëdhëniet tuaja. Dhe ç'është më e keqja, sado që ju të mundoheni ta rregulloni këtë lloj situate, gjendje, nuk e bëni dot. Kështu që për gjëra të cilat kanë marrë një farë drejtimi, për marrëdhënie të cilat duket se nuk po përmirësohen dot, atëherë lëreni thjesht të bëjnë punën e vet edhe ku të dali, por që është e kotë të lodhesh për të sjellë një farë ndryshimi për më mirë. Me kanë fjalën sepse duket që kanë marrë rrugë dhe është e vështirë të kemi kthim pas. S'kemi çfarë bëjmë. Kjo e njëjtja. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita që dilni, argëtohuni, kujtoni se kush jeni, zgjoni edhe një herë atë fëmijë brenda vetes tuaj. Është vërtet ditë e tillë, ditë që të stakoheni nga problemet, nga përditshmëria, nga angazhimet dhe thjesht të shijoni pak veten tuaj. Prandaj po them, ditën e premte mundohuni të bëni gjithçka ju kënaq, gjithçka ju bën të ndjeni mirë. Kujtoni si ishte kur ishit fëmijë, ishit pa preokupime, si themi ne, ose ndoshta në adoleshencën tuaj, ose pak më vonë ndoshta në kohë kur thjesht jeta ishte më thjesht. Është ditë shumë e bukur gjithashtu për ta kaluar me fëmijët tuaj ose për të bërë diçka me fëmijët tuaj. Është ditë e bukur nëse doni të udhëtoni, të bëni një shkëputje të vogël, një ekskursion apo nuk e di, një lëvizje traditore, nëse më them kështu, ose brenda ditës të shkoni diku dhe të vini, por duket se ju duhet diçka e tillë, ju duhet një shkëputje e vogël. Tani për sa i përket ditës në përgjithësi si ti parë të kësaj dite, fati ju do, dhe edhe në qoftë se ju do keni tendencën për të gabuar diku ose për të shkelur diku keq, do keni fatin që ju mbron. Ama nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme, mundoni ju lutem të jeni me këmbë në tokë dhe jo në përqie duke u ndëruar. Është ditë e bukur që ju mbush së brendshmi dhe ju i karikon edhe një herë pozitivisht. Ose në lidhje me fëmijët tuaj mund të merrni lajme shumë të bukura të rëndësishme. Mund të jetë edhe ditë që takoni dikë nga e kaluara ku gjuan, nga koha kur ishit në shkollë, gjimnaz, universitet, ua, si ka kaluar, po që prap kujtoni ato kohë. Edhe kuptoni sa ka ndryshuar jeta juaj, drejt ta marrë thua, po pse Tani pse duhet me se zvën të ndryshojmë kaq shumë, të ndrydhemi kaq shumë. Hajde kthehemi edhe një herë, të shikojmë edhe një herë gjërat si duhen bërë. E kuptoni, pra është diçka e tillë, një moment i tillë reflektimi. Dhe shkojmë tek dita e shtunë. Dita e shtunë është ditë e karmës. Do me thënë këtu çfarë duhet të kthehet. Por ju që keni gabuar si bëhet fjalë, por ju që keni bërë një farë gabimi tani, nga ky ndëshkim nuk shpëtoni dot.
jeni në situata karmike, janë situata të cilat duhet t'i vuani sepse vetë i keni shkaktuar, ama kuptoni diçka. Humbisni nga një anë, por sigurisht do fitoni nga ana tjetër. Pra asnjë nuk ka vetëm humbje, sigurisht ka edhe diçka aty që të nxjerr me fitim. Në qoftë se karma juaj pastaj është aq e fortë sa që varet se ku ju çon, dhe çfarë ndëshkimi ju jep, ajo është tjetër gjë. Por për të gjithë juve pastaj që thjesht keni qenë në situata të vështira, ku keni toleruar individ të tjerë të bëjnë si kanë dashur me jetën tuaj, pra nuk jeni ju personi që ka shkaktuar këtë situatë, por janë të tjerë ata që ju kanë përdorur, ju kanë viktimizuar, jeni ju martirizuar, atëherë po vjen momenti ku drejtësia vjet në vend. Duhet të thënë edhe kjo gjë. Dhe për sa i përket, por ama arrihet balancimi. Dhe për sa i përket ditës së diel, nuk ka asnjë lloj gjëje që të mos jetë realizueshme në jetën tuaj. Çdo gjë është e mundur, çdo gjë është e realizueshme, çdo gjë mund të ketë një rezultat pozitiv, e vetmja gjë që juve ju penalizon, e vetmja gjë që ju mban larg këtij realizimi ose përmbushjeje është frika juaj. Kështu që një këshill për ditën e diel, duhet të kuptoni se kjo është arsyeja pse nuk po arrini dot të bëni diferencën në jetën tuaj, sepse frika juaj nuk ju lejon. Ishni qafë frikën edhe çdo gjë është e mundur. Përshëndetje shenje dashur e gafores, e vuajtur e shkreta ju shenje gafores, edhe plot shenja të tjera si puna juaj. Ja ku jemi përsëri këtu, përsëri në parashikimet e javës, ju uroj një javë sa më të mbar. Parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, jemi ende fillimi, me vrap të shkoni të shikoni dhe të dëgjoni se çfarë ky muaj ka rezervuar për ju, ku bëjmë kujdes dhe ku investojmë, lëvizim, presim, shpresojmë. Pra në YouTube Zodiac Oracle gjeni parashikimet për shenjën tuaj, të ndarë dhe të analizuar për çdo 10 ditë tuajin, dhe në qoftë se do keni dëshirë të na kontaktoni për diçka më të detajuar, për të rezervuar takimin tuaj në privat me ne, atëherë mund të na shkruani ose mund të na kontaktoni vetëm në WhatsApp 069 620 2290. Aty na gjeni. Na shkruani më saktë. Okej, pra dita e hënis si të dashurit e mi për ju. Kujdes, sepse ose ju po luani rolin e spionit, pra po spiononi dikë, ose nuk e di, keni dyshime në lidhje me një individ. Nëse keni dyshime në lidhje me një individ, me një situatë të krijuar në jetën tuaj, në ambientin e punës, në jetën tuaj personale, në shoqëri, duket sikur po i shkoni shumë nga pas. Dhe o e zbuloni se çfarë është ajo gjë, o bie revdis. Ose nëse ju nuk jeni futur kësaj rruge, atëherë mund të jetë të tjerë ata të cilët janë vënë pas jush, dhe ju duhet të bëni kujdes. Pra, mbroni veten tuaj, interesat tuaja, mos lëshoni shumë informacion rreth vetes tuaj, mundoni të mbani larg syve të kurioztarëve suksesin tuaj, dhe në përgjithësi po është një ditë e tillë kjo dita e hënë, ku ose ju u jeni vënë pas të tjerëve, për çfarë lloj dyshimi mund të keni, ose të tjerët ju janë vënë pas jush edhe ju duhet të bëni shumë kujdes. Okej, do të thënë, kjo është ideja. Ama nëse keni dyshime në lidhje me një person, situatë, në cilin do fushë të jetës tuaj, atëre besomëni, vërtet po i futen investigimit, sikurse po e shoh këtu, por dhe do keni rezultatet dhe ka shumë mundësi që rezultatet të përkojnë me atë çka ju kishit paramenduar apo dyshuar në lidhje me situatën apo personin. E bukur, analizë kaq. Shumë mirë. Përsa i përket tani ditës së martë, dita e martë ju jeni vetëm. Por ju që jeni me dikë, por që akoma nuk e keni finalizuar ose nuk keni marrë një vendim të rëndësishëm në lidhje me të ardhmen e kësaj marrëdhënieje, duket se ky person vjen edhe ju thot shumë, do a bën atë propozim, domethënë për të cilin kishit nevojë. Kështu që ju femrat duket se do gëzoheni shumë, pamas, sidomos në raport me një marrëdhënie në çift aktuale, ju që e keni, sepse vjen propozimi shumë pritur, juve që jeni vetëm, duket se një individ vjen tani, shfaqet tani në jetën tuaj dhe duket se është dhe premtues goxha, për sa i përket të ardhmes. Ju që jeni meshkuj, asgjë nuk ju pengon, ti propozoni femrës që keni zgjedhur të kaloni kohën jetën tuaj me të, dhe kaq. Dhe për sa i përket sipërmarrjeve në përgjithësi, atëherë si jeni femra, dhe jeni meshkuj që jeni në botën e biznesit të sipërmarrjes të aktiviteteve të tilla, atëherë themi se një sukses shumë i madh ju pret fal iniciativës tuaj. Në rregull, shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë, është shumë e bukur. Për sa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku këtu dilni me fitore të madhe, më në fund njihen ato vlerat tuaja,
puna juaj, përpjekjet tuaja. Pra një sukses shumë i madh ju pret ditën e mërkurë në lidhje me nuk e di, me çfarëdo lloj gjëje për të cilën keni punuar, jeni munduar, jeni lodhur, edhe ja ku më në fund vjen ajo çka kishit pritur. Mund të jetë çfarëdo lloj gjëje, mund të ketë lidhje me famën, pra nëse jeni në artista, nëse jeni në çfarë të themi tani? Botën e spektaklit, në qoftë se po lançoni një projekt, atëherë do pritet shumë mirë. Në qoftë se pristit një shpërblim në lidhje me punën tuaj, në qoftë se pristit një ngritje në detyrë, atëherë ja ku e keni ndryshim pozicioni, po ndodh edhe kjo gjë. Për çfarëdo gjë pra keni luftuar, punuar me radhë, duket se arrihet qëllimi juaj, edhe kjo gjë mund të jetë çfarëdo lloj gjëje. Me pak fjalë. Më tepër ama synojmë karrierën, edhe statusin, edhe emrin, edhe gjëra të tilla, por edhe ëndra të cilat realizohen dhe suporti që do keni fatin e mirë të keni në jetën tuaj nga individ, persona të rëndësishëm. Të rëndësishëm, edhe një herë. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku krijoni. Është shumë, do të thënë, si dita e mërkurë dhe dita e enjte është shumë e rëndësishme për të gjithë ju që sidomos jeni përkisni botës së spektaklit, të artit, të sportit, të sipërmarrjes, të punës krijuese, do të thënë të organizimit të eventeve. Këtu ju pret një sukses shumë i madh, do të thënë një projekt që po nisni tani, një frymëzim që do e keni tani, një ide që ju lind tani për një investim apo për çfarëdo lloj gjë doni të realizoni, duket se ju del me një sukses aq të madh, afat gjatë, saqë do çuditeni edhe vet. Por që me të vërtetë ju pret një sukses shumë i madh. Atëherë, për sa i përket pastaj ditës së, ku vëmë tani e premtja? Po, përsa i përket ditës së premte, dita e premte favorizon shumë udhëtimet e largëta, favorizon shumë një nismë që po bëni të re në jetën tuaj, mund të jetë tani po nisni një biznes, tani po nisni një punën tuaj, tani po merreni me tregti, po shpërnguleni, pse jo? Çfarëdo lloj gjëje qoftë pra, që ka lidhje me një nismë të re që po ndodh tani, do të dalin me shumë sukses dhe shumë arritje të madhe. Janë të lidhura këto ditë së bashku, do me thënë e mërkurë, e enjte, e premte, janë ditët ku tregojnë shumë qartë se çfarëdo lloj ndryshimi po vjen në jetën tuaj, do të jetë ose do të ketë natyrë afat gjatë, suksesi dhe realizimi, kështu që çfarë të them. Mbase nisin gjërat me çik vështirësi, por ama, nuk e di, finalizohen në një mënyrë spektakolare, me pakta me thënë. Po. Tani më pëlqen mua që dua të shikoj gjërat kaq pozitivisht për ju, mos i ngatëroni me gjëra të tjera, varet se energjitë e kujt po kap. Okej, kështu që kaq dëgjoni ju dhe kaq ka rëndësi. Pra ishte e premtja. Përsa i përket ditës së shtunë, ja ku jeni, do me thënë gjithnjë më tepër prej këtej në vazhdim bëni gati për zhvillim, për rritje, për arritje, për sukses e me radhë. Kur është maksimalja e maksimale, sigurisht qershor, korrik, por që bëni gati sepse rruga po shtrohet avash. Dhe përsa i përket ditës së diel, po, sigurisht që të arrim suksesin maksimal, duhet të bëjmë çik punë edhe me, ose s'ta thuash duhet të pastrojmë çik rrugën, dhe për çfarëdo lloj gjëje e shikoni që ka momenti të largohet nga jeta juaj, atëherë distancohuni pak, mundoni të shikoni gjërat nga jashtë, me thënë, dili pak spektator të jetës tuaj dhe shikoni çfarë mund të qëndrojë, le të qëndrojë. Ajo çka nuk mund të qëndrojë më, mos u mundoni ta mbani me zor me pahir, sepse thjesht do ju vonojnë në realizimet kaq të bukura të mëdha që ju presin. Kështu që dita e diel është momenti që thjesht të tërhiqeni, të bëni një hap pas për të parë se si duhet të vazhdoni prej këtij në vazhdim dhe me kë, shumë e rëndësishme. Kështu që nuk keni pse u mbisni kohë, por bëni atë që duhet bërë. Përshëndetje Shenjeluanit, mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle edhe këtë javë për të parë dhe analizuar tiparet e javës për ju, që uroj të jetë sa më e mbarë, as i bëhet fjalë, dhe ndërkohë keni të disponueshme dhe parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle me shumë dashuri, me shumë përkushtim, shumë të detajuara, nuk është se gjeni ndonjëherë më detajuara në një vend tjetër, po s'ka rëndësi. Atëherë, ju ftoj në YouTube Zodiac Oracle të shikoni se cili prej jush diçin dhe të dëgjoni diçin të cilit i përkisni dhe të thuash kuptoni se kur ecim përpara, kur ndalojmë, kur bëjmë kujdes, kur investojmë e me radhë gjëra të
tilla. Nëse pastaj dëshirën e keni për të na kontaktuar, për të rezervuar takimin tuaj në privat, atëherë na shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Ju mirëpresim aty. Dhe filloj me ditën e hënë, që dita e hënë është një ditë shumë e bukur për sa i përket komunikimit. Pra, cilido person ose cilindo person, individ, takoni ditën e hënë dhe nis biseda kot, por do dali shumë plot, këto janë tiparët e ditës së hënë. Favorizon komunikimin, favorizon çfarë do gjë ka të bëjë me zgjidhje një situatë të caktuar ose zgjidhet një situatë të caktuar, kërkoj ndihmë, kërkoj suport, analizoj edhe një herë çështje dokumentash, çështje nënshkrimesh të rëndësishme, mund të bëj premtime, mund të marr premtime, sido që të jetë është një periudhë e favorshme për sa i përket komunikimit në vija të përgjithshme, zgjidhjes së problemeve, por edhe faljes. Nëse doni të falni fundja muaj maj, si ti parthe me lor ka të falësh. Se çfarë do të thonë e fal tjetrin, e pranon apo jo në jetën tënde çon si ka, por e fal. Kështu që është një ditë e tillë. Nëse tani do ju kërkohet ditën e hënë të bëni një farë kompromisi për mbarvajtjen e një pune, një marrëdhënie, një bashkëpunimi, atëherë shikojeni ju se si është më e arsyeshme të veproni. Por që të tilla tipare ka dita e hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë bëni kujdes, mund të keni një rikthim nga e kaluara të një individi të cilit i pëlqen të luaj me ju, me ndjenjat tuaja, t'ju vëri në situata ku e humbisni paksa. Mos e lejoni më këtë gjë, duhet të kuptoni se ky individ këto tipare ka, këto tendenca ka, nuk do ndryshojë ndonjëherë. Është ama ky momenti juaj, siç e thash ditën e hënë, të mos bëni më kompromise, por thjesht i tregoni rrugën një herë për gjithmonë dhe të vazhdoni përpara ju pastaj me jetën tuaj. Gjithashtu është një ditë ku mund të vihet re tendenca juaj për t'ju kthyer një vesi, një problemi, një tendence negative që e keni lidhje me veten tuaj, dhe që gjithnjë më tepër ju bën keq. Pra, çfarëdo gjë qoftë ajo e cila ju bën të ndjeni keq, e cila ju bën të ktheheni në një pozicion jo të favorshëm për ju. Çfarëdo gjë ka të bëjë me dyshimet, çfarëdo gjë ka të bëjë me tryeznim të lartë psikologjike, çfarëdo gjë ka të bëjë me shkatërimin, atëherë ju lutem shumë, ky është momenti juaj i fundit për të mos përsëritur diçka të tillë, mos t'i bërë më keq vetes tuaj. Qofshin individat të cilët lejoni të vinë pas herë në jetën tuaj për të shkatëruar, qoftë ju me tendencat vetë shkatëruese që keni, kujdes me ditën e martë. Është dita ma e cila nëse ja dini, mos harroni Plutoni është kthyer në shenjën e ujorit në 3 gradët e para, do të thotë ju të lindur në 3 ditët e para të shenjës tuaj të luanit, përsëri do të përballeni me situata të tilla për t'i dhënë fund, domethënë deri në tetor keni mundësi të punoni pikërisht me këto gjëra, por ama shfaqen nxjerri kokën edhe një herë aty ditën e martë këto probleme dhe çështje. Përsa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku çfarëdo gjë ka të bëjë me përsëri këtu komunikimin, procesin mendor, të thënit të së vërtetës, të drejtësisë në vija të përgjithshme, të kërkoj të drejtën time, vendos drejtësi në vend, marr vendime të cilat janë të favorshme për mua, pra çfarëdo gjë ka të bëjë me logjikën, çfarëdo gjë ka të bëjë me arsyetimin, çfarëdo gjë ka të bëjë me marr një vendim në bazë logjik, arsyetimi logjik, atëherë si të thuash, ju shkon shumë për mirë. Fundja çfarëdo gjë do të bisedoni apo do të komunikoni me të tjerët është në bazë së vërtete, së një të vërtete, të pakundërshtueshme, keni edhe prova ndoshta në lidhje me ato çfarë do të thoni, por duke ju përmbajtur vlerave, etikës, parimeve tuaja, le të themi, ju pret një fitore shumë e madhe në ditën e mërkurë. Përsa i përket tani ditës së enjte, në fakt isha ashtu. Ditën e enjte sjell edhe një herë situata të cilat janë të paparashikueshme. Domethënë mund të zgjerrni shumë bukur asaj dite dhe pa pritur brenda po të njëjtës ditë dalin probleme të cilat do thoni po nga dolën, nga u shfaqen përsëri këto. Me çfarë mund të kenë të bëjnë? Me shëndetin tuaj, me punën tuaj. Diçka po e bëni gabim dhe reflekton. Domethënë është diçka që reflektohet. Dhe përse reflektohet tani, që ju të kuptoni se duhet me të vërtet të nisni disa ndryshime. Mund të jetë një fjalë që do ju bezdisi, që u a thot dikush. Mund të jetë një kritik jo fort e mirë,
në drejtimin tuaj, që prap mase nuk I ka dhe bazat, nuk qëndron gjëkundi, por a ju trazon. Dhe çfarë do kuptoni? Se jeni ju ata të cilët I lejoni situata të tilla, dashje pa dashje, të përsëriten her pas here në jetën tuaj. Dhe çfarë bëni? I kapusni një blok të gjithëve dhe jeni në rregull pastaj. Po që po është një ditë gjatë së cilës mund të dalin probleme, mund të dalin vonesa, mund të mos shkojnë gjërat ashtu sikur se ju kërkonit që të shkonin. Domethënë ka tendenca të tilla, të përkohshme janë, ashtu siç vinë ashtu dhe largohen, por ju ndihmojnë të paktën të hartoni një plan më të mirë organizimi në lidhje me jetën tuaj, marrëdhëniet tuaja me të tjerët, e me radhë. Kështu që shumë e bukur kjo dita e pavarësisht vështirësisë që sjell, ju ndihmon edhe të organizoheni më mirë dhe të mos hasni gjithnjë të njëjtat situata, ose shpesh të njëjtat situata. Për sa I përket tani ditës së premte, dita e premte është dita e dua veten time dhe fundja në atë synon dhe dita e njëjtë të kuptoni që rëndësi më shumë kam unë. Dhe ju shqyr o Zot ditën e premte e ktheni vëmendjen nga vetja, kuptoni se po nuk deshe veten tënde të dua askush, dhe duke kuptuar pikërisht këtë gjë, edhe universi I hap dyert e veta për të sjellë tek ju atë çka ju meritoni, pra vendosni qëllimet tuaja ditën e premte, sigurisht ato do realizohen, ndoshta pak më vonë, por ama rëndësi ka që prej këtej në vazhdim kuptoni atë që është gjë më e rëndësishme dhe që gjithmonë e harroni, pjesa më e madhe prej jush, quajnë egoista, por që nuk ka individ të cilët të vetë sakrifikohen aq shumë sa e bëni ju për ata persona që vërtet I doni me zemër, me shpirt. Dhe këtë gjë ju e bëni gjithmonë, sidomos për persona që I keni shumë afër të familjes tuaj, sidomos. Pra ka ardhur momenti të kuptoni që pikë së pari duhet të doni veten tuaj, pikë së pari vini ju dhe pastaj gjithë të tjerët. Edhe universi do ju shpërblej, merak. Me I dashuri të re, me I person të durin jetën tuaj, me bashkëpunime të rëndësishme, me dyer rrugë që ju hapen sepse I meritoni, edhe kështu me radhë, domethënë. Përsa I përket tani si çik njësh po s'ka gjë, përsa I përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku ende I shikoni gjërat me dyshim, domethënë akoma e kuptoni, jeni të qartë atë ju që ka diçka që nuk shkon jetën tuaj apo jo, domethënë diçka ju mungon, diçka nuk po e bëni siç duhet, diçka duhet ta ndryshoni. Dhe keni dyshimin madje se nuk, edhe në qoftë se mendoni se e bët një farë ndryshimi, ose e kishit bërë, ose kishit rënë dakord me dikë në lidhje me vazhdimsinë e diçkaje, po kuptoni tani ose po dyshoni se nuk është bërë ashtu siç duhet. Domethënë, nuk ka ndryshuar ndonjë gjë. Dhe moment reflektimi është, sido që tjetë. A do reflektoni? Rëndësi ka që do fillon të reflektoni një për të kuptuar këtë që po them. Dhe çfarë do vi pastaj më vonë? Pastaj zgjohemi. Kur të zgjohemi, marrim vendimet e dhura. Tani përsa I përket ditës së diel, dita e diel ja ku jeni. Tash do merrni vendimet e dhura, por pasi të jeni mbyllur pak në veten tuaj, pasi të jeni tërhequr çik nga ajo ambienti që ju shpërqendron, personat që ju shpërqendrojnë. Dhe po, e vërteta është që do I vini mendimet në një radhë, do kuptoni, do arrini të kuptoni se çfarë çalon, çfarë nuk shkon në jetën tuaj, çfarë akoma duhet të ndryshoj, edhe do arrini ta ndryshoni, kjo është vetëm gjë e sigurt, sepse duhet të shkoni drejt suksesit dhe suksesi është I garantuar për ju. Përshëndetje një vigjëreshës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj si çdo javë, çdo fundjavë, saktë. T'ju uroj një javë sa më të mbar, sa më të bukur, sa më si ta doni ju. Parashikimet e muajit I gjeni në YouTube Zodiac Oracle për çdo 10 ditë të shenjës tuaj, nuk harroni sigurisht dëgjoni dhe ascendentin ju që e dini se ku e keni. Dhe nëse dëshira juaj është të na kontaktoni dhe të rezervoni një takim në privat me ne, Zodiac Oracle, atëherë na shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Aty informojeni për çfarë do gjë keni nevojë të dini në lidhje me çmimet, në lidhje me shërbimet që ofrojmë, e me radhë. Dhe tani vazhdojmë me ditën e hënë, të bukur ditën e hënë për ju, ku tani këtu nëse keni nisur një lidhje të re, ju pret një dark romantike, me të drejtën, pra bukur do kaloni ditën e hënë. Gjëja më e rëndësishme ditës së hënë është pikërisht kjo. Nga njëra anë, ju e dini që unë si gjërat me kaj, dhe shkojmë dhe çik më thellë. Pra, për ju që sapo keni nisur një lidhje të re,
një ftesë për darkë është shumë e bukur, do kaloni shumë bukur dhe keni shumë gjëra të rëndësishme për të thënë dhe për të parë tek njëri tjetri. Për ju që jeni çift, blen po e njëjta gjë. Një ftesë ju bëhet për të kaluar bukur, për të kujtuar edhe një herë kohët e vjetra, për të, nëse keni pas probleme, për të munduar të diskutoni, të zgjidhni ato. Dhe në përgjithësi është një ditë kjo ku çfarëdo gjë ka të bëjë me propozime, me oferta, me ajta shikojmë, edhe në lidhje me karrierën, nuk është vetëm, nuk e shikoj vetëm kështu, e shikoj në përgjithësi. Është një angazhim i cili vjen në formë një propozimi dhe po mund të darkoni për të parë se çfarë vjen më tej. Po që është shumë e bukur dita e hënë, shijojeni në maksimum, do të jetë përallore. E kam seriozisht. Përsa i përket tani ditës së martë, ditën e martë pastaj, sidomos në ambientin e punës dhe në shoqëri, mbroni interesat tuaja, gjithmonë flini me një sy hapur, sepse ka persona të cilët janë shumë të ligjë, po shumë ama. Dhe shumë si ta them, siç është kjo del pra këtu e bukur dhe ç'është ai korbi atje lart, që do të thotë, sinjalet i keni parë. Se kush janë këta individ, sigurisht që e dini. Por e ke parasysh kur edhe nuk do ta besosh tamam dhe nuk do ta pranosh tamam. Po këta individa përsa ko ju nuk doni ta pranoni, ta shikoni tamam se çfarë këta janë, edhe pse ora kanë dhënë sinjalet, përfitojnë nga ju, përfitojnë nga puna juaj. Flasin keq për ju. Dhe ju thjesht i lejoni. Atëherë ka momenti ditën e martë, u dilni ball për ball, ose më saktë nuk janë për të dalë ball për ball, por është momenti që të mësoni nga loja e tyre dhe t'u merrni në kthes. Pra tregoni po aq dinak sa çka po tregojnë me ju. Dhe me që nuk e presi sepse ju u keni lënë hapësira për të pasur avans në jetën tuaj, atëherë merruani në kthes, siç po ua them. Por ama si do të jetë kujdes. Kujdes sepse është ditë mashtrimi, gënjeshtrash, manipulimi. Mos bini pre e këtyre individëve, dini shumë mirë se kush janë. Mos anashkaloni më, bollkeni anashkaluar, bollkeni falur. Përsa i përket tani ditës së përsa i përket ditës së mërkur, po ka ende disa prej jush të cilët në dashuri po zhgënjeni, ose po kuptoni se i ka ardhur fundi një martese, i ka ardhur fundi një bashkëjetese, nuk po merrni atë që prisni të merrni, ka nisur disa probleme, nuk po ndjeni mirë me personin tjetër, nuk po funksionon kjo gjë dhe mbase ndoshta ka edhe momenti të merrni vendimin e rëndësishëm për t'i dhënë fund një herë mirë kësaj gjëje. Fundi a doni apo s'doni ju, fundi do vi, nëse ka për të ardhur, por kjo gjë vlen edhe për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm ose një ambient pune ku ju ndjeshit si të ishit pjesë e një familjeje, por në fakt ju e mendoni kështu sepse s'ka qenë asnjëherë kjo situata apo kjo e vërteta. Pra, këtë gjë do ta kuptoni ditën e mërkur, nuk mund të bëni më sikur si kuptoni gjërat, janë super të dukshme, super të qarta, kështu që çfarë të themi. Edhe mendimet duhet të jenë të tilla. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita të dalim, të argëtohemi, të diskutojmë rreth gjërave të rëndësishme përsa i përket të ardhmes. Kujdese në këto daljet tuaja, këto angazhimet me natyrë kulturore, sociale, njihni ose vini në kontakt me individ shumë të rëndësishëm, të cilët mund t'ju japin mundësinë të realizoni dhe gjëra shumë të mëdha në jetën tuaj, kjo përsa i përket karrierës, ose çfarëdo lloj investimi që doni të bëni, apo çfarëdo lloj planifikimi keni ju në lidhje me të ardhmen tuaj, por është edhe një ditë për shembull shumë e bukur që favorizon njohje të reja, dashuri të reja. Kështu që dilni dhe jo vetëm argëtoheni, por edhe jepni një drejtim dashje pa dashje jetës tuaj me individ dhe kontakte të reja që krijohen brenda, që vinë në jetën tuaj brenda kësaj dite dhe kontakte të reja që krijohen brenda kësaj dite, ditës së enjte. Përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita e këtu vjen një propozim i ri për një vend të ri pune, vjen një ofertë, pranojeni. Prisnit diçka në lidhje me dokumenta, në lidhje me një shtatzani, në lidhje me një fëmijë, në lidhje me një dashuri, në lidhje me një bashkëjetesë, në lidhje me një shpërngulje me banesë. Ja ku erdhi dhe ne do të themi suksese, ja dole, dhe për gjithë ju që mbase ndoshta keni pas probleme me shëndetin tuaj, atëherë do ju themi shqyr o Zot që shpëtuat, shqyr o Zot që jeni mirë dhe nuk do kaloni më vështirësi të tilla, nuk keni për të parë keq më me sy.
Më bukur se ka çfarë të themi. Ose një investim i juaj mase ka dalë shumë mirë dhe përsëri dilni me fitore të madhe. Është ditë fitore i pak fjalë, është ditë arritjeje, është ditë që ju themi bravo, suksese, lart e më lart. S'kem çfarë të themi tjetër. Për sa i përket tani ditës së martëm kurrë të premte, ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku përmbushni më në fund qëllimin tuaj. Siç e shikoni dhe kuptoni që gjatë janë të lidhura me njëra tjetrën, nis kjo gjë që ditën e premte, ditën e shtunë, zgjohesh në mëngjes dhe thua, shyr o Zot, ja dola dhe kësaj gjëje, ja arrita, erdhi dhe kjo ditë, edhe çfarë të themi, ecim tani për gjëra të tjera, por më në fund kuptohet që ja dolët një farë qëllimi që i kishit vënë vetes tuaj për tu arritur dhe u arrit. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditë me intensitet shumë të lartë, tërheqjeje fizike kjo dita e diel me shumë pasion. Pra, ju që keni nisur një lidhje të re, more shijojeni në maksimum, sepse një jetë e kemi, kujdes ama, nëse jeni të martuar, nëse jeni bashkëtes, në një fejes, kujdes me këtë pasionin se ju merr në qaf. Po në përgjithësi është moment që rigjejmë kontaktin e humbur, e gjejmë rrugën përsëri tek njëri tjetri, ju që jeni në çifte dhe diku kishte humbur ai pasioni, e rigjeni përsëri, e zgjoni atë. Ju që jeni në një njohje sipër, shijojeni në maksimum sepse është për tu shijuar. Do të thënë janë ato momente që duhen shijuar në jetë. Shumë mbyllet java bukur për ju. Përshëndetje shenjë peshores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj si çdo të diel dhe sot ditë e diel. Po bëjmë po të njëjtën gjë si çdo javë, është si ritual tashmë, është kthyer. Megjithatë e bëjmë me shumë dashuri, me shumë përkushtim, si gjithmonë. Më vjen shumë mirë që jam gjithnjë pranë jush dhe mundohem disi t'ju orientoj dhe më pëlqen që e vlerësoni këtë gjë. Si do që t'jetë, le t'jetë një javë shumë e bukur për ju, por të mos harrojmë që dhe parashikimet e muajit i keni gati, janë të ndara, të racionuara në 10 ditë për secilin prej jush, që t'i keni gjërat sa më të qarta, sa më të detajuara, ta merrni sa më mirë informacionin, kështu që mos hezitoni të na vizitoni në YouTube Zodiac Oracle për të parë se çfarë realisht muaji ka rezervuar për ju, pa haruar ama të dëgjoni dhe ascendentin tuaj, ju që e dini se ku e keni. Tani, në qoftë se dëshirën e keni për të rezervuar një takimin tuaj individual me ne, personal, atëherë na shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Ju mi presim aty për çfarë do lloji gjë që doni të qartësoni në mënyrë më të detajuar akoma. Atëherë fillojmë me ditën e hënë. Dita e hënë, dita e hënë ka një tipar si ti ishte Merkuri retrograd, ose në qoftë se ka nisur, në qoftë se kur Merkuri ishte retrograd, ju patët një problem me makinën tuaj, patët problem me ndonjë pajisje në shtëpi, elektrike, teknologjike, në qoftë se një mesazh nuk eci siç deshët ju, në qoftë se u krijua një keq kuptim, atëherë jemi në po të njëjtën fazë. Jemi në po të njëjtën fazë ku po mundojmë, edhe shkruaj është e vërtetë, tani që po mendohem, domethënë sapo më kujtua një peshore që ka një problem të tillë me makinën e vet. Më thënë, po. Shumë mirë. E thënë kjo gjë. Po që po, sido që të jeni akoma në probleme të tilla dhe nuk e di në qoftë se kjo gjë mund të korrigjohet. Domethënë, kam përshtypjen se me shumë vështirësi do ta korrigjoni, madje, arsyeja pse doli ky problem, ndoshta është ju të kuptoni se duhet të bëni një ndryshim edhe më të madh akoma, ndoshta të blini një makinë të re. Ndoshta, nëse nuk po ecën një bashkëpunim, nëse tjetri nuk do ta kuptoj mesazhin që po i kaloni në një marrëdhënie në çift, ndoshta ka ardhur momenti thua, "Ikova fare po e lë këtë punë dhe nuk po merrem më, dhe po nis diçka tjetër." Do thënë mbase ka ardhur momenti për ta zeruar fare, për ta lën ato çka u prish, nuk ecën dhe për të nisur diçka totalisht të re. Shikoni me kujdes të pjesën. Shumë e rëndësishme. Tani që mendoj që edhe unë kam ca peshore aty në hartën time, po kjo e makinës njerë vlen 100%. As i bëhet fjalë. Atëherë vazhdojmë tani me ku vazhdojmë? Me ditën e martë. Përse i përket ditës së martë, po përsëri jemi në fazë sqarimesh, do të ndonjë përsëri aty nga dita e hënë. Akoma merremi me këto çështje, akoma mundohemi t'i sqarojmë, akoma mundohemi ti racionojmë, të gjejmë një farë zgjidhje, marrim vesh ama. Shikoj se është edhe momenti ku zbulojmë arsyen pse ndodhi problemi, defekti, çfarë nuk shkoi mirë, ku u shtrembërua gjëja, ku ndaloi se funksionuari. Gjenden zgjidhje, por edhe njerë po ua them, problemi kryesor, ai më madhori, nuk zgjidhet. Do me thënë,
E nisim nga e para. E kupton, domethënë këtë tendencë ka. Ama për çfarë do logje pastaj ka të bëjë me në shkrim e kontratash ose rishqyrtim, kontratash të reja, jo të vjetra. Çfarë do logje ka të bëjë me analizën e një marrëdhënie, çfarë ndodhi, çfarë pse qyshtek, marr vesh arsyen pse, por nuk mund t'i kthehem më të kaluarës, të që ta keni të qartë. Nuk kemi rikthim domethënë më. Për sa i përket një bashkëpunimi, jemi akoma duke e shqyrtuar, duke parë, por nuk po merret një vendim i prerë 100%. Dhe për sa i përket dokumentave, akoma jemi në pritje, si të thuash, të diçkaje për të ardhur, e cila akoma po vonon. Çfarë do të them tjetër, që për çështje studimesh e keni vetë në dorë, tu tani suksesi i vërtet që mund të jetë juaj, ama në qoftë se keni besim të vërtet mjaftueshëm tek vetja juaj. Përsa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku bëni kujdes juve meshkujt, më duket sikur nuk e di. E para njerë ku bëni shpenzime të mëdha për gjëra materiale të cilat edhe nuk ju duhen more njerëz. Domethënë nuk është nevoja të vesh të blesh makinën e fundit kur thjesht nuk aq ke, vetëm sa për atë gjë. Ose të blesh një orë shumë të shtrenjtë sepse kot tani kështu më shkrep mua. Domethënë evitoni ato shpenzimet e tepërta të luksit që nuk ju duhen, nuk ju hyjnë në punë. Kujdes me jetën tuaj, aspektin material të jetës tuaj, po gaboni diçka po e bëni gabim. Domethënë më tepër po investoni tek persona që s'kan vlera sesa tek ata që kanë vlera. Juve vetë me vlerat tuaja çfarë po bëni? Më duket sikur po i shpërdoroni ato. Po lejoni individ të abuzojnë me ju me vlerat tuaja, sepse ju thjesht të parët nuk keni vetbesimin e mjaftueshëm të tillë për të bërë diferencën në jetën tuaj. Tani pa ktheuni çik tek vetja dhe pa kuptoni se jeni ju shkaktarët e kësaj situate, ju po i lejoni gjërat të shkojnë dhe të marrin këtë lloj rrjedhe. Gjithsesi, ju që jeni femra bëni kujdes me një mashkull në jetën tuaj i cili nuk është gjëkundi, nuk premton asgjë, dhe thjesht e doni ju, po edhe mbase nuk ju do ky, por thjesht po përfiton nga ju, mund të jetë edhe kjo. Nga mirësia juaj. Ju që jeni meshkuj, ju a thash, dhe nuk investoni. Kujdes me investimet ditën e mërkurë. Diçka do ishte gabim. Do dite që është gabim edhe mund t'ju kushtonte edhe më shumë akoma pastaj më vonë. Kujdes korrupsionin, sepse dikush po i vëzhgon edhe mund ta, ose si të thuash dikush e ka pësuar, mos ta pësojnë edhe të tjerë. Ta themi dhe këtë. Sepse situata po shqyrtohet akoma, do dalin dhe gjëra dhe më shumë. Tani, ku vemi tek dita e enjte. Përsa i përket tani ditës së enjte, për ju që keni punuar fort, për ju që e keni vënë një farë vije jetën tuaj, për ju që keni besim tek vetja juaj, për ju që bazën e keni të fortë mor njerëz, domethënë po e zgjeroni biznesin tuaj, po biznesi juaj ka dhënë prova atë që mban. Është i fortë, ecën. Për ju që po vendosni për një bashkëtesë, për një fejes, por ama e keni parë këtë marrëdhënie se si ka ecur në kohë. Për të gjithë ju që por e thjesht doni të nisni një projekt të ri, por që bazën e keni, atëherë gjithnjë më shumë do shkoni drejt suksesit. Domethënë po është momenti ditën e enjte të shikoni drejt së ardhmes në bazë të atyre çka keni akumuluar, çfarë keni krijuar, çfarë premton që mund të eci, dhe po suksesi është i garantuar. E sigurt kjo gjë, sepse themelet janë të forta. Po, kjo është dita e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku po punoni akoma, u a thash, jeni kështu nis java. Me çfarëdo gjëje duhet të iki, të largohet, të mbarojë në jetën tuaj si proces zhvillimi, si proces transformimi dhe zhvillimi, atëherë nuk keni më ju në dorë asnjë gjë. Do të thotë, edhe sikur ju të keni dëshirë tani një individ ta mbani me forcë në jetën tuaj, sepse keni frikë ta lini, nuk e di, një pasiguri tuaj atë. Nëse vazhdoni në një ambient pune që nuk po zhvilloheni, s'po meni asnjë gjë, po keni thjesht frikë tini hapën e radhës. E çfarëdo gjë tjetër me natyrë të tillë, atëherë kuptoni se tu ka ardhur fundi. Dhe nëse fundi nuk jepni ju, fundi do vi vetë. Kështu që ka ardhur momenti i mbylljes së një kapitulli në jetën tuaj, madje mos themi është mbyll kapitulli, po ju nuk e di pse s'po e kuptoni, dhe vazhdimësisë përpara. Pra, shpëtoni nga një situatë toksike, manipulatore, manipuluese, manipulative, si doni që quajeni, një situatë e ngecur që nuk ju çon gjëkundi, ju zgjoheni më në fund e kuptoni se çfarë keni punuar vetes tuaj deri më tani me pasiguritë tuaja, e me radhë do të thotë vazhdoj përpara. Vazhdoj përpara dhe nuk jam më njëti person. Plus, jeni atë fazën ku individët caktuar dhe situata caktuara
po mbyllen, po mbarojnë, po ikin nga jeta juaj, sepse thjesht duhet të zhvendësohen nga një dinamik tjetër, shumë më premtuese, shumë më pozitive për ju. Dhe të t'ju vide suksesi më në fund. Po, do me thënë, këtu ishim te e premtja, e hënë e martë e mërkur, e një premte, po. Përse i përket ditës së shtunë, dita e shtunë, kujdes njerëzit narcista. Kujdes, edhe kujdes mos jeni dhe ju të tillë, egoja juaj mund t'ju prishë shumë punë ditën e shtunë, kështu që me kujdes. Kujdes se kujt do i tregoni dhëmbët dhe para kujt duhet të uleni. Dhe nëse puna ju lidh me individ narcista, po, aty tregoni egoista, do ja them unë, ju det për më mirë. Qëndroni larg individëve të tillë, fundja këta janë arsyeja pse ju jeni këtu ku jeni. Dhe për sa i përket ditës së diel, u aftash kujdes sepse është një javë që korrupsionin e ka brenda, tendencën për të gabuar e ka brenda, dhe në investime, dhe sidomos në investime, por dhe në dashuri, kështu që kujdes ditën e diel, çfarëdo gjë vjen në një mënyrë shumë të bukur, tunduese, është një ose pason në një zhgënjim shumë të madh, ose edhe më keq akoma. Kështu që në një rrezik shumë të madh. Kështu që me kujdes ditën e diel. Përshëndetje shenja krepit. Tani çfarë do them për këtë shenjë sa krepit? Do vuajmë dhe një çik. Po s'ka gjë, ne vuajtjen e duam se zhvillohemi, ecim përpara, ne pa vuajtje nuk mbijetojmë dot dhe ç'është më e bukur akoma, akrepi po nuk vuajti ose po nuk ju krijuan rrethanat nga jashtë për të vuajtur, do i krijoj vet. E këtë gjë nuk mund të mos ma pranoni, sepse ashtu është realisht. Nëse sido që të jetë jemi në një javë të re, jemi gjithmonë këtu, pranë jush, gjithmonë duke munduar t'ju orientoj, t'ju ndihmoj, nuk e t'ju suportoj, t'ju mbështes, t'ju jap një farë fije shprese atje ku mundem, dhe është kryer një ritual shumë të bukur. Kjo dita e diel që bëjmë parashikimet e javës, kështu që t'ju uroj një javë sa më të mbar, por gjithashtu për t'ju orientuar dhe më mirë, po ju them se në YouTube Zodiac Oracle gjeni parashikimet e muajit, që është shumë i detajuar, i ndarë në 10 ditë, secili gjeni veten tuaj, pa haruar të dëgjoni dhe ascendentin tuaj, ju që e dini se ku e keni. Nëse pastaj dëshirën e keni për të rezervuar takimin tuaj me ne, për më shumë informacion, më shumë detaje, për çfarë fundja pse jo, atëherë mund të na shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Ju mirpresim aty për çfarëdo gjë dëshironi të dini, sigurisht duke rezervuar ju takimin tuaj me ne. Atëherë për sa i përket ditës së hënë, kujdes gënjeshtarët, kujdes gënjeshtrat, kujdes sepse dikush do mundoj t'ju mashtroj, t'ju gënjej, nuk do ju thotë të vërtetën, dhe nëse dhe e besoni këtë gjë, atëherë mund të krijojnë dhe probleme më të mëdha. Shumë më të mëdha. Do të thënë imagjino të marrësh një informacion falsu dhe ta përhapësh atë tek shumë individ të tjerë. Do të thënë kush del keq? Ju. Kështu që kujdes pra mos të dilni si gënjeshtar, kujdes mos të dilni si mashtruesa, e merat gjatë të tilla, po dhe kujdes nga individ që kanë këtë lloj tendence karshi jush. Tani nëse dikush po ju gënjen, nëse dikush po e bën këtë lloj me ju, sigurisht do dalë e vërteta, del gjithmonë. Por që të paktën rëndësi ka të mos jeni ju në këtë rol. Kjo ka rëndësi. Atëherë përse i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku po shumë prej jush ende mbartni një trysni shumë të madhe mbi supe, po keni kaluar momente jashtë mase të vështira dhe akoma e ndjeni atë, e keni atë ndjesinë e sakrificës, e keni atë ndjesinë e martirizimit, ama dhe shpresën nuk e keni humbur, ama edhe besimin e keni akoma të fortë dhe besomeni pavarësisht se sa keq keni kaluar, i bie që të gjeni zgjidhje, ose zgjidhja po vjen avash avash. Dhe sa më shumë të keni vuajtur, aq më mirë gjërat ju vinë, aq më mirë gjërat zgjidhen. Avash avash, por që sido që të jetë dita e martë, le të themi është ai momenti i fundit ku le të luhet drama e fundit. Por do jetë e fundit ama. Kjo është ideja. Kujdes me shëndetin tuaj ama. Kujdes me shëndetin tuaj ditën e martë, sepse më duket se e keni mbi ngarkuar veten, ju psikologjikisht i punoni vetes zbor, dhe pastaj krijoni ato problemet psikofizike, kështu që kujdes me këtë pjesë ditën e martë. Tani, në qoftë se, them, gjithmonë në qoftë se, në jetën tuaj keni apo keni një individ i cili vuan nga një sëmundje e rëndë, ose nuk e di, psikologjikisht shumë i rënduar, apo është në fazë depresioni, atë çdo gjë është e mundur. Me thënë të jeni gati për çdo gjë. Kaq po ju them. Dhe vazhdojmë më tej sepse është e lodha një çik të pjesë. Tani për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që
Siç e thash, domethënë, si dita e martë dhe dita e mërkur janë që të dyja këto ditë të cilat ju ndihmojnë t'ini paskrave frikën, pasigurinë, traumat, vështirësitë dhe të vazhdoni përpara. Pra është një ditë e cila favorizon shumë të ardhmen, favorizon shumë shpëtimin e shpirtit tuaj, pra psikologjikisht zhbllokoheni dhe nëse keni qenë në fazë tash depresioni, atëherë më në fund e jeni pas krave ato lloj faze dhe jeni gati për të vazhduar përpara. Pra thjesht eci përpara dhe eci përpara me kokën lart. E kuptuat? Nëse pastaj gjatë kësaj faze ku me të vërtet po eci përpara, por plagët janë gjithmonë aty, ju shikoni që ka ardhur momenti vërtet për ndryshime të mëdha në jetën tuaj, sepse keni ngecur, sepse keni harxuar shumë kohë me gjëra që nuk ja kanë vlerëtur, me persona që s'e kanë vlerëtur, atëherë prap ju e keni në dorë ta bëni diferencën. Por të paktën e Marta dhe Mërkura ja ditë reflektimi që ju tregojnë se ka ardhur momenti për të ecur, për të vazhduar përpara, më në fund. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që sikurse ju thash, dorëzohuni tani, lëreni gjërat të rjedhin vetvetiu, pra lëreni kohën të bëj punën e vet, lëreni rjedhën e jetës t'ju marri me vete, keni besim te ky proces, sepse nuk do ju dali për keq, por që ka ardhur momenti të dorëzoheni. Por ju ka ardhur momenti të dorëzoheni, ta lini kontrollin, s'ka problem. Ndonjëherë është më mirë ta lësh kontrollin sa të mundohesh të mbash frerët e diçkaje që thjesht ka dalë nga rruga, nuk e futet më në rrugë, dhe të shikojmë se ku ju nxjerr. Mund të nxjerrë në një rrugë shumë më të mirë se sa aty ku po e çonit ju. E enjtja tham kjo. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku sigurisht jemi akoma në fazë vështirësish, është një ditë që me shumë vështirësi do arrini të realizoni diçka, çfarëdo lloj gjë qoftë ajo, ta zëm ju lidh puna me zyra të caktuara. Do endeni në për dyer, do trokisni, do mundoheni, në fund do e zgjidhni atë çfarë keni për të zgjidhur, por do kuptoni edhe se e po pastaj pse e bëra gjithë të, sikur ta kisha lënë fare më mirë. Edhe mund të dorëzoheni para vështirësive në fund të ditës, për të kuptuar se ndonjëherë është e kohë të luftosh kur nuk duhet të luftosh, por që për një situatë të cilën e keni marrë shumë inaçe, le të themi, dhe doni me sezvon ta realizoni, dhe sidomos nëse kjo ka të bëjë me dashurinë, atëherë kuptoni se do ja dini të merrni atë çka doni, por do kuptoni në fund se ishte thjesht një fitore, pra fituat një betejë, por nuk fituat luftën. Dhe mund të jeni ju ata që në fund të ditës të thoni nuk e dua fare këtë gjë. Nuk e dua fare më këtë gjë. Domethënë jam lodhur, jam strapacuar, mund të ketë të bëjë dhe me një çështje pune, kjo karriere, investimi, dhe këtu fillon përpunimi në trurin tuaj e situatës, dhe fillon ai lloj procesi i reflektimit dhe i ndryshimit, që sigurisht që do i dalin më mirë prej këtej në vazhdim. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku çfarëdo lloj gjë po përgatitet, çfarëdo lloj gjë po nis, çfarëdo lloj gjë po mundoheni të ndryshoni, po punoni mbi të, rezultate do japi aty nga vjeshta e 2024-s, kështu që vazhdoni thjesht punën e palodhur, sepse shpërblimin do e keni sido që të jetë. Dhe përsa i përket ditës së diel, sigurisht që jeta juaj po ndryshon. Plutoni e tham përsëri në shenjën e ujorit, por në 3 gradët e para të ujorit, pra në fillim fare përsëri, ju të lindur të 3 ditë e para të shenjës tuaj, sigurisht jeni në proces ndryshimi. Nuk ka më kthim pas. Nëse menduat se ishte një marrëdhënie problematike dhe hajde mos me paterica po ecin përpara, do kuptoni se patericat s'janë më, dhe se gjithçka keni menduar se po ecte ishte thjesht një iluzion. Po ktheni përsëri në fillim, në start, për të parë pikërisht ato gjëra që kishte më shumë frikë për t'i parë dhe për t'i dhënë zgjidhje më në fund, por si, duke vazhduar përpara. Ndryshimi është pjesë e jetës tuaj dhe nuk ka më kthim pas, doni apo s'doni ju. Kështu që kurajo, forca, gjithçka e mirë ju pret përpara, nuk ka më kthim pas. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se vini përsëri këtu ditë e diel në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë shuroj të jetë sa më mbar në një muaj shumë të mbar, me që ka nisur dhe muaj i ri. Parashikimet e këtij muaji sigurisht që gjeni në mënyrë të detajuar në YouTube Zodiac Oracle. Shenjën tuaj keni të ndarë me 10 ditë, kështu që çam analitike dhe më e qartë se kaq. Dëgjoni dhe ashendetin tuaj juve që e dini se ku e keni dhe
Nëse pastaj do keni dëshirë, nuk e di, të na kontaktoni, të na shikoni, të na dëgjoni, të merrni më shumë informacion rreth vetes tuaj, atëherë rezervimin tuaj për një kontakt në privat e bëni duke na shkruar në numrin WhatsApp 069 640 22 90. 90. Okej. Atëherë, filloj me ditën e hënë. Dita e hënë është dita ku favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje familjare një pikë së pari dhe me shpërngulje pikë së dyti ose me çështje që kanë lidhje me një pronë ose shfrytëzimin e kësaj prone pikë së treti. Do të thotë, çfarëdo gjë pra ka lidhje me një bashkëjetesë, mund të lëvizni të bashkëjetoni me personin tuaj të dashur. Çfarëdo gjë ka të bëjë me blerjen e një banese, çfarëdo gjë ka të bëjë me shpërnguljen me një banese, kurse tash, me trajtimin e një çështjeje që ka lidhje me një trashëgimi, me një akdurimi, me gjë të tillë, atëherë ose me një kredi për të marrë një banesë, atëherë çdo gjë është e mundur. Dhe për sa i përket shëndetit tuaj juve që keni pas probleme, duket se po stabilizoheni. Po dhe në përgjithësi, le të themi, në përgjithësi, pavarësisht të informacionit që u dash kaq detajuar, në përgjithësi do të thotë që avash po stabilizoheni në jetën tuaj dhe po arrini të realizoni qëllimet tuaja. E thënë e bërë kjo gjë. Për sa i përket tani ditës së martë, dita e martë, dhe ditën e hënë dhe ditën e martë, me të njëjta çështje angazhoheni, për të njëjta gjëra do diskutoni dhe të njëjta tipare kanë, çfarë do zgjate më shumë se kaq. Nuk kam çfarë të them më shumë se kaq, por që bravo, shumë bukur, vetë qefi për ju. Për sa i përket tani, të paktën zgjidhet çështja, kjo ka rëndësi, edhe nëse ka pas probleme zgjidhet. Për sa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është ditë fitoreje e madhe, sidomos për ju që jeni të pavarur ekonomiko-financiarisht, do të thotë keni një biznes tuaj, keni një sipërmarrje tuaj, doni të investoni edhe më shumë, fitimet janë të mëdha. Do të thotë këtu nuk po flasim për fitime të vogla, këtu po flasim për fitime të mëdha. Dhe më në fund, ja ku po shtrohet e ardhmja juaj dhe ja ku po arrini pikërisht të realizoni atë ëndrrën tuaj të madhe. Nuk bëhet fjalë vetëm për financa, nuk bëhet fjalë vetëm për fitime, nuk bëhet fjalë vetëm për shtim të ardhurave në llogarinë tuaj bankare apo në portofolin tuaj, këtu po bëhet fjalë për stabilitet, stabilizim total në jetën tuaj, në çfarëdo gjë ka të bëjë me aspektin material. Pron, bollok, trashëgimi, investim, të gjitha këto së bashku, duket se është momenti juaj, shijojeni, jeni duke lulëzuar, more njerëz, dhe duke lulëzuar bukur. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita për të qëndruar afër personave që ju duan, ose mund të ndjeni brenda kësaj dite pikërisht se ka shumë persona që ju duan. Janë shumë dashamirës kundrejt jush. Pra, do të ndjeni me fat pikërisht për këtë lloj gjëje që afër jush keni individ që ju duan, ju mbështesin, kanë besim tek ju, por edhe ju me radhë mund të jeni shumë të hapur ndaj shfaqjes së dashurisë dhe mbështetjes tuaj kundrejt personave që vërtet e meritojnë. Dhe si të thuash njëra dorë lan tjetrën, të dyja lajn fytyrën edhe ashtu ecim përpara. Po është ditë shumë e bukur, domethënë me një ndjesi shumë të madhe paqeje brenda vetes, sidomos për gjërat siç ua përshkrova. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita ku në lidhje me një dokument, në lidhje me një shkresë, në lidhje me një mesazh që prisni të merrni apo një aprovim të një shkrese, mesazhi, nuk e di, objektivi që doni të arrini, të një oferte, një propozimi që ju bëhet, duket se merrni pikërisht atë gjë që po prisnit, dhe sidomos nëse kishit kohë që po e prisnit, ja ku vjen dhe mbar pikërisht atë lloj mesazhi, okay, aprovimi që ju kërkonit të kishit apo të menit. Dhe përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku i keni shpatullat të mbrojtura nga universi vet, po dhe nga persona të cilët mbase ndoshta nuk i keni në jetë, janë larguar prej kohës, mund të jetë një gjyshe, mund të jetë një gjysh, mund të jetë një hall, një teze, një dajo, një kushdo qoftë, i cili ju ka pas shumë për zemër dhe ju ndoshta po ashtu, ju lidh një goxha, keni goxha një lidhje të fortë, mbase edhe se keni takuar kur këtë person, por është ëngjëlli juaj mbrojtës. Dhe për kudo do të keni nevojë për mbrojtje, orientim, kthjellime, nuk e di unë se çfarë, përmes një vizioni, ëndre, rastësie, kuptoni se jeni të mbrojtur dhe asgjë e keqe nuk ju ndodh. Përkundrazi, intuita juaj do të jetë shumë e lartë dhe
nëse do dini dhe ta dëgjoni, të keni besim tek ajo, mund të arrini realizimin e diçka shumë të madhe. Ose thjesht ta shpëtoni vetëm nga një rrezik shumë i madh. Për sa i përket pastaj ditës së diel, çfarë do themi tani këtu? Një hap shumë i madh drejt së ardhmes. Pra Urani duket se këtu ju fal dhe ju jep një mundësi për tu shkëputur nga realiteti aktual dhe për të lëvizur drejt së ardhmes në formën e lirisë, të arritjes, të suksesit, përmes mundësive dhe propozimeve dhe ofertave që ju bën, kështu që nuk duhet ta çoni dëm ditën e diel, sepse vërtet ju katapulton drejt së ardhmes, po së ardhmes së suksesit tuaj. Kështu që çfarë të them, më shumë se kaq, s'di ç'të them më shumë. Përshëndetje që një bricjapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, si gjithmonë ditë e diel, në këtë takimin ton të përjavshëm për të analizuar dhe parë tiparet e javës dhe për shenjën tuaj, që urojë të jetë një javë sa më e bukur, sa më e mbar, por ndërkohë kemi edhe mundësinë e parashikimeve të muajit, ku aty sigurisht në mënyrë më të detajuar mund të dëgjoni të merrni informacion për shenjën tuaj, duke qenë se çdo gjë është e ndarë dhe në 10 ditë. Dhe gjithashtu nëse dini dhe ascendentin tuaj, dëgjoni edhe ascendentin tuaj, ku në YouTube Zodiac Oracle sigurisht, dhe në qoftë se dëshirën e keni edhe për të na kontaktuar në privat, atëherë na shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Kështu pra. Dhe vazhdojmë me ditën e hënë. Po, përsa i përket ditës së hënë, larg narcistëve, larg personave që pëlqen vetja, larg personave që duan t'ju diktojnë se si gjërat bëhen, se si gjërat duhen bërë, se ju jeni më pak, se ata janë më shumë, domethënë mos ja lejoni ose mos u hapni rrugë individëve të tillë. Dhe nëse se vërtet puna ju lidh me individ të tillë ditën e hënë, atëre thjesht plasuani surate çka keni për t'i thënë edhe kaq. Okej, domethënë budallajt nuk e se çfarë ti bësh, ignorantit edhe më pak. Dhe narcistët janë midis tyre të dyave, me thënë të drejtën, egoista të sëmur. Kështu që mundoni të qëndroni larg. Nëse ju ama do keni tendenca të tilla, atëherë besoni keni për ta postuar keq ditën e hënë, t'ju paralajmëroj. Për sa i përket tani ditës së martë, dita e martë është dita ku i themi mirupafshim jetës së vjetër dhe mirë se erdhe jetës së re. Keni vuajtur, po sigurisht, keni kaluar vështirësi të mëdha, po dita e martë është dita e fundit, e lotit të fundit që do të rrjedhë nga syri juaj i bukur, i kujdo prej jush. Këtu mbaron një fazë shumë e vështirë e jetës tuaj, një kapitull i gjatë, mund të jetë 7 vjeçar, mund të jetë 10 vjeçar ose edhe 13 vjeçar, varet se si e keni përjetuar, kaluar secili prej jush. Për disa të tjerë mund të jetë 3 vjeçar thjesht, rëndësi ka që mbyllet këtu, mbaron këtu dhe thjesht vazhdoni përpara. Fundja më kthim pas nuk ka dhe këtë gjë keni më së të qartë tashmë. Për të gjithë ju, pastaj që o zoti i madh, kjo është e vështirë për ta thënë gjithmonë, por për të gjithë ju që nuk e di, në jetën tuaj keni një individ i cili po vuan vërtet, sepse ka probleme shëndetësore, sepse ka probleme mendore, sepse nuk po e gjen veten në këtë jetë, se nuk e di për 1001 arsye do ka ardhur momenti, le të themi, të largohet nga jeta, atëre ka mundësi të largohet nga jeta, por nuk duhet të mërziteni, sepse është shpëtim për këtë individ kjo gjë. Kështu që ta them këtë gjë, dita e martë mund të ketë edhe një tipar të tillë, pra dikush mund të largohet përfundimisht nga jeta juaj, ose thjesht një marrëdhënie mbaron një herë për gjithmonë, mund të jetë një marrëdhënie e biznesi, bashkëpunim, mund të jetë një marrëdhënie në çift, një bashkëtesë përfundon, një martesë përfundon, një fejes nuk shkon siç duhet, një ndarje, pra, dhe është ky momenti i fundit, ose pastaj, çfarë të themi, një individ i caktuar, i rëndësishëm jetës tuaj largohet përfundimisht nga jeta juaj, largohet përfundimisht nga jeta në përgjithësi. Por që pas shumë vuajtjesh, kështu që prandaj nuk mërzitemi. Okej, tani përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku bëni kujdes, mashtrimin, gënjeshtrën, goditjet pas shpine, gjërat nuk janë ashtu sikur se i mendoni, çfarë do të gjë bisede që do bëni ditën e mërkur anon më tepër nga si t'ja hedh tjetrit, si të përfitoj nga tjetri, kështu që bëni shumë kujdes me ditën e mërkur, nuk është ditë e pastër, nuk është ditë e qartë për të diskutuar gjëra të rëndësishme, ose nëse ju bën oferta, propozime dhe janë të mëdha, janë fjalë të mëdha, janë premtime të mëdha, ose mbase ndoshta janë edhe, si të thuash, mund të jetë një joshje, mund të jenë fjalë të bukura shumë, mund të jenë çfarë do themi tani, premtime e tham. Nuk i merrni parasysh dhe bëni kujdes, mund të jenë lajka. Kujdes sepse nuk janë ashtu siç duhet, edhe është thjesht një situatë
e inskenuar dhe mund të bëni pjesë shumë mirë e kësaj situate të inskenuar dhe ta pësoni ju në fund. Kujdes do mos juve që jeni duke notuar në ujëra shumë të mëdha, që jeni duke bërë një investim shumë të madh, bashkim korporata, shtazëm, që jeni në një botë të tillë, që nuk e di dikush ka premtuar gjëra të mëdha, nëse investoni gjëra të mëdha, politik nëse jeni, kuptohet, në grupime të caktuara, në grupime shoqërore, kulturore, artistike, në banka, në familje bankare, nëse do të realizoni transaksione në emër të dikujt që bëni kujdes me këto gjëra, është ditë shumë e rrezikshme dhe ka shumë për bazë gënjeshtër mashtrimin. Kështu që dhe goditjet pas shpine bëni kujdes. Ose mund të kuptoni gjatë kësaj dite që dikush ju ka jo shgënjyer, po dikush ju ka mashtruar, gënjyer dhe të zhgënjeni vërtet keq. Nëse rëndësika ta kuptoni, uroj që vërtet ta kuptoni, së të paktën kur e kupton dhe shpëton, je më vigjilent pastaj, më vonë. E mërkura kjo, përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e dhuratave. Do të thënë, jeni të hapur ndaj çfarëdo gjëje vjen. Pra evitoni ditën e mërkur, duroni deri ditën e enjte, dita e enjte ju sjell pikërisht atë gjë që kërkonit. E keni parasysh ndonjëherë kur insiston ta kërkosh diku në vendin e gabuar dhe atje ku nuk e pret ajo gjë të vjen, pikërisht kështu, pra lëreni ditën e mërkur dhe synoni ditën e enjte. Dita e enjte është dita për të festuar, është dita e dhuratave, është dita e një jete të re, është dita e perspektivës, është dita e bollëkut, e prosperitetit, e të gjitha gjërave që keni pritur deri më sot dhe ju vjen pa u lodhur fare, pa sforco fare. Mund të jetë që nga arritja e diçkaje që e kishit të pamundur, ose e mendoni si të pamundur për të realizuar, një ëndër që bëhet realitet, një problem që zgjidhet, çfarëdo gjë qoftë, është një dhuratë që ju vjen pa u lodhur fare ju. Sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku më në fund po stabilizoni jetën tuaj, më në fund po kthjelloni mendimet tuaja, më në fund favorizohet komunikimi dhe nënshkrimi kontratave shumë të rëndësishme, është nisma një bashkëpunimi i cili ka për të ndryshuar jetën tuaj dhe në përgjithësi, më në fund po ja dilni të shkoni drejt suksesit. Çfarëdo gjë ka të bëjë me proces mendor, me punë mendore, me shqyrtimin e kontratave apo të lidhjes së një bashkëpunimi, atëherë është shumë e favorshme dita e premte për ta bërë këtë gjë, por në përgjithësi le të themi që në jetën tuaj më në fund po reflektohet ajo çka ju jeni së brendshmi. Pra, nëse së brendshmi jeni paqe, jeni të qartë me mendimet tuaja, me çfarë doni të realizoni, atëherë këtë pamje do të ketë jeta juaj prej këtej në vazhdim. Sukses, me pak fjalë. Goxha, sukses. Përsa i përket tani ditës së përsa i përket ditës së shtunë, po është një kthim i fundit, brenda vetes, udhëtim shumë i errët, me hijet tuaja, dhe kush s'ka hije më të keqe se sa pasiguria, frika që na udhëheqin keq. Kështu që ju pikërisht me këto gjëra do përballeni ditën e shtunë, po kjo është gjëja e fundit që po bëni, pra shadow work, siç e quajmë ne, përballja me frikën, pasigurinë, anën e errët, tundimin. Dhe nëse fitoni në këtë natë të errët dhe dini në dritë në mëngjes, atëherë ja dolët vërtet. Përsa i përket pastaj ditës së diel, çfarëdo gjë doni të arrini, jeni të pandalshëm. Nëse ju lidhet edhe puna me shenjat e zjarit, edhe më mirë akoma. Nëse ascendentin e keni në shenja zjari, jeni të pandalshëm vërtet, dhe në përgjithësi ka ardhur momenti për ndryshime në jetën tuaj, për lëvizje, për aktivitet, energjia s'ka për t'ju munguar dhe është momenti të investoni, të lëvizni, të arrini qëllimet tuaja, që normalisht janë dhe të arritshme. Kujdes vetëm nxitimin, irritimin, mos t'i bëni gjëra të nxituara, me acarim brenda vetes së vet, dhe pa vendosmërinë, kjo mund t'ju prishi punë. Impulsivitetin gjithashtu, çdo gjë tjetër pastaj është e mundur. Përshëndetje shenje ujorit dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në këtë takimin ton të përjavshëm, sot ditë e diel, për të realizuar edhe një herë tiparet e javës, çfarë ju pret në kësaj javë, për t'ju dhënë këshilla, për t'ju orientuar. E me radhë, në përgjithësi do ju uroj një javë sa më të mbar. Përsa i përket parashikimeve të muajit, i keni gati dhe i gjeni në Zodiac Oracle, YouTube Zodiac Oracle, aty keni mëse të detajuara me data, me momente, me ku duhet të lëvizni, ku do ishte mirë të mos lëviznit, të rinit pak qetë, çfarë të prisnit, çfarë të mos prisnit, çfarë bëhet dhe çfarë jo.
Dhe në qoftë se pastaj dëshirën do e keni për të na kontaktuar, për të rezervuar takimin tuaj në privat, atëherë sigurisht që na shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Ju mirëpresim aty. Shumë të kënaqur t'ju shërbejmë. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë, kush nga ju ka dëshirë dhe në mos dëshirë e ka të nevojshme të marri një kafshë shtëpiake. Pra nëse ndjeni vetëm, në qoftë se jeni para prindërimit, po doni të shikoni mordale çfarë prindi do jem, e marrët përsipër si angazhim apo jo. Mund të shkoni të blini një kafshë shtëpiake, ose dikush u asjell një qen, një mace, një çfarëdo gjë qoftë. Por sado mund ta merrni kështu çfarë na tha kjo ne tani, e di se sa ka për ta ndryshuar kjo gjë jetën tuaj, po nuk e keni iden. Do me thënë, kjo gjë vjen ditën e hënë për ju dhe ju ndryshon jetën, as e keni iden se sa, për mirë sigurisht. Për mirë. Ose në qoftë se keni pas probleme, ju shikeni kafshët, një mace, një qen, një çfarëdo gjë keni dhe ka pas probleme, duket se zgjidhet avash avash, do me thënë është në zgjidhje e sipër. Përsa i përket tani ditës së tani kafshët nuk e di. Ne shikemi janë njësoj si një pjesëtar familje, do me thënë nuk ndahet kjo pjesë, shumë të shtrenjtë. Dhe ne i nënvlerësojmë, po me të vërtet që bëjnë një punë, çfarë të them, kanë një energji që me të vërtet të çlodh, të shëron, të orienton, të mëson, kështu që nëse nuk i keni merrini, bëjni pjesë jetës tuaj, do më kujtoni. Janë angazhim, sigurisht që janë, por krahasuar me dashurinë që të falin, nuk krahasohet. Tani, përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e një fillimi të ri, mund të jetë një shpërngulje me banesë, mund të jetë një shpërngulje në një shtet tjetër, pra iki dhe me tendencën për mos të kthyer më. Mund të jetë një mundësi punësimi shumë si ka, ndoshta vetëm për muajt për një muaj, 2 muaj, 3, diçka e tillë, por që prap ju duhet ky ndryshim, keni nevojë për të ndryshim jetën tuaj. Thashë, udhëtimin e thash, po sigurisht, është një udhëtim pra diku jashtë shtetit, diku larg. Është një fëmijë që ndoshta vjen në jetën tuaj, një shtatzani, e cila vjen tani është një punë e re, është ndryshim ambient pune, është në përgjithësi një kapitull i ri që fillon në jetën tuaj me çfarëdo gjë e re po nis tani aty. Po që është e bukur, po shumë e bukur, është shumë premtuese, ju hap rrugët për dhe më shumë akoma. Keni nevojë për këtë kapitull të ri në jetën tuaj, këtë fazë të re sigurisht, kështu që shijojeni në maksimum sepse ja ku e keni. Pra nis ditën e martë do vazhdoj për një goxha kohë, me thënë të drejtën. Përsa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku akoma jeni në përpjekje e sipër për të arritur realizimin e diçkaje që me të vërtet nisi si një mendim, por ja ku po bëhet qëllimi i jetës tuaj. Megjithatë nuk po them se e keni të lehtë, vështirësitë janë akoma aty, sido që të jetë, në qoftë se ju nuk dorëzoni, në qoftë se ju vazhdoni punën e palodhur, në qoftë se pambarësisht bastunëve që keni pasur në rrota, pambarësisht individëve që kanë goditur pas shpine, pambarësisht gjithçkaje të tillë, vazhdoni me forcë të insistoni për të realizuar këtë lloj objektivi që keni vendosur vetes, atëherë në fund do ja dilni. Jeni të lodhur sigurisht, jeni gati duke u dorëzuar as i bëhet fjalë, por e bët punën më të madhe, erdhët deri këtu, vazhdoni siç e keni nisur, jeni shumë afër finishit, shumë afër realizimit, mos u dorëzoni tani. Ky është momenti i fundit. Pikërisht tani nuk duhet të dorëzoheni. Pas kësaj gjëje suksesi është e vetëm një gjë e sigurt. Kështu që rezistoni edhe pak fare, sepse erdhi, po bëhet, po realizohet ajo gjë që po kërkoni me kaq shumë insistim. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e emocioneve, intuitës, çfarëdo gjë intuita juaj ju thot, nuk i thoni jo. Do me thënë, ju thot bëje, ju thot mos e bëj. Keni shok, shoqëri, individ, të cilët përkasin shenjave të ujit, dëgjojini. Duket se po ju ndihmojnë të arrini diçka, të sillni një ndryshim në jetën tuaj. Nëse ascendentin e keni në shenjat e ujit, edhe më shumë akoma intuita juaj është në maksimum. Në përgjithësi, duket sikur po bëni paqe me veten, duket se po e gjeni veten, duket se po notoni në ujëra më të cekëta tashmë, më të qarta, më të kthjellta. Por, po, së brendshmi të paktën, po ndjeni më mirë, frymëzimi është në maksimum, bashkë me intuitën, ide që do keni mund t'ju sjellim një sukses shumë të madh, kështu që ecni
me busull intuitën tuaj, keni besim tek frymëzimi, tek idetë tuaja ditën e inte, dhe çfarë do gjë doni ta shfaqni dhe ka lidhje me ndjenjat tuaja, sepse ju jeni dhe individ të cilët nuk para i shfaqni ndjenjat që keni, atëherë nuk do të dalë keq, do të dalë mirë, goxha mirë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita për të pasur kujdes me probleme të cilat nuk janë të reja, janë të vjetra, vinë nga individ të cilët e kanë tendencën t'ju bëjnë keq, t'ju sjellin probleme, t'ju a bëjnë jetën e vështirë, kështu që e keni ju në dorë tashmë t'i vini stop kësaj gjëje. Mund të jenë persona që keni shoqërinë tuaj, toleroni, u jepni, i mbështesni, i duroni, por ama gjithnjë më tepër marrin nga energjia juaj, gjithnjë më tepër ju lëm bosh. Mund të jenë në familjen tuaj keni mësuar keq, nuk mund t'i toleroni më. Mund të jetë një partner i cili në vend që të ofroj, në vend që të ndërtoj, shkatëron. Mund të dalin probleme në banesën tuaj, mund të keni probleme me shëndetin tuaj, dhe kujdes të janë probleme, përsa i përket shëndetit, të cilat janë shfaqur tashmë, por ju i keni anashkaluar, do me thonë, tashmë nuk mund të anashkaloni më. Pra, janë probleme të cilat nuk mund të evitohen më, është kaosi, është pasiguria, është frika, mund të ndjeni kaotik brenda vetes tuaj, por që në përgjithësi është një moment ku duhet të merrni vendime shumë të rëndësishme dhe të jepni fund kësaj gjëje një herë për gjithmonë. Do thonë, këtu duhet ta mbyllni këtë gjë. Dhe për çfarëdo gjë është problemi i përsëritur, kuptoni që s'mund të zgjidhet dhe detiu, jepni aty një zgjidhje vetë dhe e mbyllni këtu. Sepse nuk mund të vazhdoj më shumë. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, sigurisht që syt i keni ro, sigurisht që Neptuni ju a vesh syt edhe më shumë, edhe nuk është një ditë fare e favorshme as për të folur mbi investime, as për të ndihmuar dikë që mendohet se mund të ketë nevojë për ndihmën tuaj, është mashtrim, është gënjeshtër, është iluzion, pra kujdes iluzionet, mashtrimet, tundimet, ditën e diel në shtunë, në përgjithësi. Sepse, edhe mos merrni vendime të rëndësishme, nuk jeni të qartë mjaftueshëm për ta bërë këtë gjë, do bëni gabim. Përsa i përket ditës së diel, dilni më në fund një pjesë e mire juaja nga dimri i madh i jetës tuaj, nga pasiguritë e mëdha, nga problemet e mëdha dhe jeni gati për të rilindur. Kështu që le të themi dhe me sa duket problemet e fundit ekzistojnë, janë reale deri ditën e shtunë, dhe mundoni të mbyllni aty, dhe pastaj përsa i përket ditës së diele në vazhdim, me aq sa mund të kuptoni, me aq sa mund të hiqni qafe çfarë nuk ju duhet, i bie që rigjeni veten dhe jeni gati për të ardhmen, sikurse po thosha. Dhe ja ku mbërritëm dhe tek shenja e peshqve, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në takimin ton të përjavshëm, kaq të rëndësishëm për të dyja palët tashmë, edhe mua më është bërë një farë, nuk e di, u bë ritual tashmë, u bë nevojshmëri, por që shumë e kënaqur jam që arrit ju vi në ndihmë, suport, orientim, e me radhë. Dhe ju sigurisht si të dashur që jeni gjithmonë dini të më shprehni atë mirënjohjen tuaj, dashamirësinë tuaj. Atëherë, t'ju uroj një javë sa më të mbar, përsa i përket muajit, parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle në mënyrë më se të detajuar, të ndarë në 10 ditë, nëse dini dhe ku e keni ascendentin tuaj, atëherë dëgjojeni edhe atë, dhe nëse dëshira juaj është që edhe të na kontaktoni në privat, të rezervoni takimin tuaj me ne, atëherë shumë mirë mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe fillojmë direkt me ditën e hënë, dita e hënë e cila tani në këtë proces jeni, nuk mund të mos e themi, nuk mund të mos e pranojmë, shumë prej jush po dilni nga një martesë e dështuar, pra po mbaron kjo martesë, nuk ka më të ardhme, e mbyllim këtu. Shumë prej jush dilni nga një bashkëjetesë e dështuar, nga një marrëdhënie e dështuar, nga një bashkëpunim i dështuar. Ndarje ka dita e hënë dhe kjo gjë është shumë e zgjatur në kohë, i erdhi fundi më në fund, domethënë, sepse e zgjatët shumë, me thënë të drejtën. Dhe duke qenë se keni vuajtur dhe shumë, nuk ishte pse të vuanit edhe më shumë. Përsa i përket pastaj ditës së martë, mos u shqetësoni, pavarësisht vendimeve që do të merrni, jeta do ju shpërblej, pavarësisht se sa trysni po ndjeni aktualisht mbi supet tuaja dhe sa
e vështirë është jeta për ju pret një sukses shumë i madh, një sukses shumë i madh dhe për sa i përket karrierës, një sukses shumë i madh dhe në qoftë se puna ju lidh me çështje ligjore, gjyqësore, ekonomiko-financiare, investimet tuaja kanë hasur në vështirësi, një investim që e prisni nga dikush nuk erdhi ashtu siç duhet, patët ngërçe, për sa i përket financave, do zgjidhen gjërat avash avash. Në fund do e merrni atë gjë që meritoni. Dhe në qoftë se jeta ka ardhur me shumë probleme deri tani, ato zgjidhen, por dhe një çështje ligjore sikurse ta shkon mirë dhe merr drejtimin e dur, dhe ju që jeni pa punë duket se punësojeni diku, sido që të jetë të ardhurat përmirësohen, cilësia e jetës tuaj përmirësohet, kushtet e jetesës përmirësohen në vija të përgjithshme dhe të punës gjithashtu, dhe ja ku po vin fitimet, ja ku po vin zgjidhjet, ja ku po vin e ardhmja e bukur për ju. Tani në lidhje me prindërimin, mbase keni pas vështirësi dhe aty, por dhe ato do kalojnë avash avash. Dhe në lidhje me shëndetin, nëse keni pas probleme, gjenden zgjidhje jo tek mjekësia moderne, duhet thënë edhe kjo gjë, më tepër te mjekësia tradicionale ose holistika, ta themi siç duhet. Po, tani për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e fitimeve. E fitimeve po, por mos u bëni edhe makutër, do me thënë mos u bëni edhe kornacën, mos u bëni edhe kalova vështirësi tani që jam mirë, të mundohem ti mbaj, mos ti harxoj, sepse kjo që do të çojë në kahun tjetër pastaj. Pra mundoni të ruani një farë ekuilibri. Ama, sido që të jetë në lidhje me buxhetin tuaj, në lidhje me financat tuaja, me të ardhurat tuaja, jeni duke fituar. A duhet ama që edhe të investoni? Po, nuk mund të ndalosh. Hajde se mora këto tani, ti mbaj ato ti mbyll edhe mos të lëviz më. Prap nuk ka fitore kështu. Por po, çdo investim që do bëni, çdo marrëveshje që do të mbyllni, çdo lëvizje që do të bëni dhe ka lidhje me financat tuaja, mundoni ta bëni me qartësi, mundoni ta bëni me kujdes dhe me maturi. Okej, kjo është ideja. Tani për çfarë do gjë ka të bëjë me çështjet e së kaluarës, që ka lidhje me financat tuaja, gabime që keni bërë, nuk do të thotë që këto duhet të përsëriten me se s'bën. Kështu që keni besim tek e ardhmja. Por duhet ta mbroni xhepin tuaj, mos të bëni investime të kota, mos të harxhoni kot, po edhe kjo gjë sigurisht që vlen. Gjithmonë duke ruajtur atë që thash balancin, duke ruajtur metron me pak fjalë. E hën e martë e mërkurë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku për çdo nga ju që ka gabuar, ka shkelur në një drast të kalbur, do vuani pasojat, dhe me bukur se ju as nuk e prisni fare këtë gjë. Pra, keni tradhtuar dikë, keni shkelur mbi një martesë, mbi një person që ju ka vlerësuar, keni kryer korrupsion, jeni marrë me gjëra që tani dihet, e kanë edhe atë humbjen brenda fitimit, përveç sa fitimit, atëherë ja ku vjen fakti dhe ju godet atje ku nuk e prisni. Unë do ju jepja vetëm një këshill, kujdes, nuk investoni ditën e, të paktën për ato që mund të evitohen. Është një ditë e cila nuk favorizon investimin. Është një ditë që nuk u shkoni gjërave me se s'bën me insistim nga pas se çfarë zbuloni dhe kërkoni vetë pastaj shkatrimin tuaj. Ndonjëherë është moment të mos dish se sa të dish, e kam seriozisht këtë gjë që po them. Nuk investojnë pra në financa sidomos, nuk dëgjojmë çdo që na thot bëje sepse mund të dalin në gabim. Nuk ikim nga një vend pune që kemi të sigurt për diçka që është e pasigurt, pra evitojmë ato lëvizjet impulsive, të pamenduara mirë, kujdes me shpejtësinë, kujdes me makinën e gjëra të tilla, kujdes me zjarin. Çfarë do të gjë ju lit me zjarin ditën e enjte. Për sa i përket, të paktën to që mund të evitohen, i keni në dorë. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita e lajmeve të mira, sidomos për sa i përket punës, karrierës, zgjidhet një çështje që kishte lidhje me karrierën, me punën tuaj dhe mbase kishte ngecur, një person që kishit kohë që e prisnit të merrte një vendim në lidhje me një marrëdhënie, me marrëdhënien tuaj, duket se e merr këtë vendim, dhe sidomos nëse ky person ka qenë edhe jashtë larg jush, jashtë ose larg jush në qytet tjetër, nuk e di se çfarë, është një moment shumë i bukur për të pranuar një ofertë për të lëvizur, për të shpërngulur me vend pune ose për të lëvizur nga një qytet në një qytet tjetër ose në përgjithësi për një shpërngulje për ta bërë. Pra si të thuash, këtu keni më tepër mundësi që të shikoni realizim të bukur në investimet që bëni ose në nismat që ndërmerrni, pra është një ditë nismash. Këtu po mund të ndërmerreni nisma, mund të nisni gjëra të reja, ju ecin mirë. Dhe lajmet që merrni janë pozitive, sido që të jetë. Pra po nisi të thuash një udhëtim i ri në jetën tuaj, çfarë do të gjë sjell kjo.
Është larg pamës, sigurisht. Syno drejt sa ardhmeve së largët, po sigurisht. Ju del për mirë, ka shumë gjasa që po. Mjafton të masni mirë hapat tuaja dhe të mos përsërisni gabime që keni bërë në të kaluarën. Kujdes. Gjatë këtij procesi asnjë gjë që ka lidhje me të kaluarën, qoftë person, qoftë situatë, qoftë vend, lokaciona, nuk e se çfarë, nuk mund të jetë pjesë e këtij procesi. Pra gjithçka duhet të jetë frinko e re. E Marte, Mërkur, e Enjte dhe vemi tek dita e premte. Dita e premte është dita e unisonit. Do me thënë më në fund këtu, më duket se i ngatruam që parë, një sekundë, jo. Atëre, e Marte, Mërkur, e Enjte isha te dita e premte, që mos të më ngatëroheni, dhe këtu jemi te dita e shtunë. Dhe dita e shtunë është përmbledhja me sa duket e gjithë javës, ku ju tregon se pavarësisht ulljeve dhe ngritjeve, pavarësisht vendimeve të rëndësishme që duhet të merrni, pavarësisht ndryshimeve që po vinë jetën tuaj, të gjitha këto gjëra kanë si qëllim dhe kanë si synim t'ju stabilizojnë në jetën tuaj, t'ju sjellin ballë për ballë me veten tuaj dhe të arrini atë unisonin, atë përputhshmërinë totale, të arrini të bëni diferencën në jetën tuaj dhe këtë gjë do ta shikoni, ta keni shumë të qartë ditën e diel, e shtunë, dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel udhëtoni, bëni një shkëputje të vogël, një udhëtim të vogël diku brenda për brenda, ose dhe jashtë diku do doni ju shkoni, por që favorizon dita e diel udhëtime, mesazhe, takime me persona që keni shumë kohë pa i parë, sqarime, nëse keni sqarime për të bërë, çështje kontratash se doni të diskutoni në një tryez, në një kafe, në një diçka, edhe këto gjëra favorizojnë. Pra në përgjithësi le të themi, mendimet janë shumë të rëndësishme, idetë që do keni janë shumë të rëndësishme, mbani shënime, hidhini ato në letër, shikoni se çfarë perspektive mund të kenë, diskutoni, po favorizojnë diskutimet e rëndësishme dhe po keni dhe takime me individ që keni kohë pa i parë. Në përgjithësi, është një ditë që favorizon komunikimin, transportin, tregtin, pse jo, dhe çfarëdo gjë ka lidhje me këto gjëra. Kështu që bukur. Dhe procesin mendor, thjellimin mendor në përgjithësi. Kështu që ja pra, kjo ishte java dhe për ju.